Të më shenjë dora të ri. E bën edhe e bën si drejtje. Ta kriminella. Po I vrasin njerëzit, po I lën pa bukë. Ke parti në një krim të dali vetë nga molla? You are not held responsible for any hearing methods or excessive exposure to this stuff. Boga këtë telefoni. E miska. Që ka I mirë shumë. Hajde gëzuar. Gëzuar. Pa. Rakia, rush Gjermon. Bëjmë podcast, që të bëjtëm në partin e 7, njëri mas tjetrit. Aha. Ua, plak. Tani nuk Si e nuk di. jodhen me merop Ose shqie, në si ka nuk ikë në plas me mosha, qia. nuk e di, ose po ju më ne edhe kur kemi qenë moshën e këtyne, Ka që jo, se kena pas bëhë shumë. Më me lezet, nuk qijo më. po nuk më nishtë të plak. Për këta, se këta nuk e di, Bajat, këta fakt. që në gjënë. Kemi këtu që kanë ardhë me Erasmus, ca student huj. Erasmus është tip shu exchange. E vinë për 6 muaj. 6 muaj një vit vare sa kam. Po zakonisht shumica janë 6 muaj. Po janë AUIU fare, por AUIU. Komplet AUIU. Parti thot ai ditë për kur. Parti, po më ikim parti. Tendën, ka parti prap thot me një park tjetër. Po ikim. Javës që kalojnë, Po e premte, që premte. Do të ikësh në parti, s'ka. Po rjetë shtunë në darkën në shtëpi. Po dielën çopës. Harrosh jene u ujtë më kur, më këto. Jo, u keq fare ato ditë të plak. Ato që ishin njëna mas tjetrës kështu. Të këshon ca dreka, ca darka të puna. Pasaj ato 4 ditë resh pasaj. 4 ditë U helmua më plak. Po jo më janë, I kanë kështu si pa lezetë burr. Se edhe ne jemi në shqiptarët që fli festa që kështu. Bëjmë në Shqipëri kur jemi. Po e borë opi ku di unë. Do iki për shumë në foli, e let premten do ikin foli. Shtunën del, pi gotë të rrugica salës. Nuk shko të premten foli, shtunën në lollipop, të dielën ku të ke dalë në një. Hap celular ku ka shko. Po ti ishte foli lollipopa djetua, po to ku vjen këto është mortje për vrima miu. Këtu edhe loto e lagjës është më lart se sa. Plus pin keqe plako pin vetëm me upi, kjo më mua më shqetëson keq fare kjo. Po Lena për ta pim këtë gotë ta shijojmë çike ça blem ça porosit më kjo më shpi fare më pi. Imagjino sa keq ndihen me veten e ty në kur. Se domethënë të pish sa vetëm që dalësh nga vetja, ta kesh qëllimin me kësaj etja shumë plako. Ka shumë ankth. Duke janë pavarësisht se duken si open minded domethënë po e ke parë disa open minded janë kur bëjmë muhabet normal, u ofendova për këtë, u ofendova për atë. Kultura tjera për zotin është. Nuk është se ne kemi shumë më mirë, por normalisht janë më lart me shumë gjëra domethënë edhe me vende ku të vesh domethënë kanë shumë herë më shumë. Po ideja është që jeton pleqë, gjëra me kripa me karar. Bravo. Jo më ne kur shkojmë, kur bëhemi, kur organizohemi, ne shkojmë bëjmë i gjo tamam. A kupto, bëj i gjo me sens, bëj i gjo tamam, me shoqni të mirë, me njerëz të mirë. Nuk shkojmë ne, hajde mlidhemi në park, 50 veta, let's make some friends. Po pse? Që friends. Dola unë kam nevojë, unë hajde thoshta ajo, të flasim me njerëz se to make some friends. Ç'e du me make some friends? Çehin. Pash herë kështu, ajo e pamja, ke parasysh? Si ai plakut, ajo videoja që bota në zreti. Qa? Albaneze jo, qa friends I po thunë? Me më po del si asociali. Për ato është normali ajo pjesa që ti. Po se s'kan shok ata, s'kan Dhe shoqëri. shko fliti, bëhen rreth ata 10 veta, shko folë për çfarë kur kot. Sa pive dje, sa do pish nesër, çka ke pi sot? Po. Ku e bën qiqin ti në qytetin tënd, ku e bëj unë, ku e hedh biznes cigare si Po, djeci. që hapën I temë për shembull, çka problemi ka ta bosh shurrën në rrugë. Si çka problemi ka? Seriozisht. Çfarë problemi ka ta bosh? Domethënë edhe e diskuton të këtë një franceze që para 5 minutash më tha mu pse e hedh bishtin e cigares në rrugë.
Pra po, Shive shumë e dëmshme, shive hipokrizinë e bisedës ti e konceptit domethënë. Ti më thu mu pse bishtin e cigares në rrugë, po shurën në rrugë, ç'a problemi ka ta bësh? Tash lloj. Jo, asi që ama Si gjë naturale, është naturale, po si banjo turke, la ulu kështu, futja, ilçoja. Po bën shtëpi, bën krevat qirë. Do cigaren kujdes, se bovaki dhe cigaren në rrugë. Do të strakullah, dhe cigaren ti. Më si edhe unë, si habitu, në ke parasysh si ai, fëmia i pafajshëm, si shurën në rrugë, ç'a po thu? Më dhe? Që me rrugë shpime i pak shumë rrugë, sa japin atë përshtypje fare. Thua se Po se koncepton dot. Edhe në bisedë më burr, në momentin që të vjen një person të thotë ty pse të bishtin e cigares, unë nga ai person pres maksimumin e pastërtisë, rregullit e kështu. Dhe ky person në vit më thotë mu, çka ka ta, por mos fol pasaj për ndasin femër meshkuj, që hajde dhe se shkoj çun te i pem, edhe e kena bo edhe në Shqipni, burr Si jetë është ka shumë plako kaq e keqe. Se unë kam, më duket shumë e keqe te gotat ato plak. Po se është procesi për hulu për hulu. Po që se mora Po atje. çaj tallis ti. Varet. Do fshihet pasaj. Me çfarë do fshihet me moto? Me gjithë. O bo. Qa, ajo Ska s'to- fiqkle, se po të kishte fiqkle, vjen nerja birë. Problemi që ajo s'to shtas me naj shkurë, me naj pem, në rrugë vlla. S'ka naj gjë, thoshe në rrugë. Si më s'pas ka naj gjë. Shikon si prandaj nuk bëhet Shqipëria, se bëjmë më shumë. Jo, gabimesh. Edhe çajshin atëre për atë urën te Lana që ishte tek. Parto shkonin nga poshtë xhaxhat vlla. Ajo si shkonin poshtë, jo më në rrugë. Shumë e keqe plak, shumë e keqe. Kjo si ti kanë ca lloj mentaliteti kështu, lloj budalliqe dhe ajo biseda që bëm që ishte tek ai podcasti i anglisht më bëni përshtypje mua, domethënë që kur ishim të fol për ato që ne qesim me ata që janë idiota, e kupton? Pastaj kur bënim ne shakara kështu, oh it's not funny, you don't say that. Kështu pra double standards, këtë pjesën se të thash, nëse mu do vinte një person i tip hipsteri, që ku di unë është, po them zhul nga kokat e komët, i hudh plenat në rrugë. Aty ku ha dhi, aty ku dhi ha, po them kështu. E të vitën të thoshtë edhe të bësh urën në rrugë, s'ka gjë, po më të thoshtë dakord se ti ashu jeton, ashu atë koncept ke. A kupton, nuk do më bote përshtypje, po ma thot një person që e shqetëson bishti cigares, tu nuk bë sens pasaj, nuk ka rrjedh logjike, ti tani. Po është edhe kjo me dojë se kjo pesa është çik më shumë double standard se plak. Është fakti që po e thi biznesin cigares, e kupton se bova kitisi ishte që asaj që e thi biznesin cigares mamën ja se do. Jo, po, do ishte cool. Ishte cool. Do I ishte- don't give a fuck. do ishte I'm cool, independent. ha? I Po, do whatever sa- the fuck I want. Po, edhe kjo është. Se ne japim çikët përshtypjen që jemi çik kështu jugor. Europiano jugor, kështu Ballkanas, kështu edhe neve na kanë pak na i shohin pak me lup veprimet. Me Ne po të shumë bëjmë lup, me 4 lupa me po të mikroskopin. bëjmë një veprim ne të ne janë o ky po paragjykon, ky po bën kështu, ky shife sa i pa kujdesshëm ndaj natyrës, ne kështu ndërsa Se kuptoj me kur shikoj që qeshim në ngel me çfarë shaka qeshin në plak, se ta nuk din me bë shaka, se ofendohen direkt për çfarë lloj gjëje që thua. shaka fëmijësh më burr, shaka nuk s'kan shaka më burr, leje që qesim falco. Po, ajo është me keqe fare. Ajo është shpivur fare qeshim falco, se kur qesh falco ju dhe vlerën humorit. Se po të thot njëri një humor që ja vlen me qesh, ti qesh se je mësuar me qesh që kur duhet me qesh, me buton. Normal më shohin Francat. Normalisht. Jam mësuar të Francat që vetë qeshmen nga mrapa me buton. Ati ajo është e keqe fare plak. Ajo më kishte Covid ja, Franca. Covidi erdhi iku edhe. Ajo është O si se kam pa na herë atë Francat tulem ta shoh kështu, e kam pa kur e jepte Top Channel-i, kush e jepni këto ekranet që të dilte na janë televizor ose në sfond ose kështu ka sekuenca. vdekje këto sitcomet këto që kanë qeshme nga mrapa kështu burri dhe ato Po shumë e shpifur është, po, me vërtet. Më mirë portokallia që i ftohtë aty ata dhe kur qeshnin i kante me kamerë. Të pak ishte të pak nishin aty, po janë bastarde fare, burri dhe kot aty qesh kot në sfond. Me ta imponu pra Po, domethënë. Ti po, duhet po, qeshesh në këtë moment që qeshin këta. Në shkot është s'po sens fare. Vdesin ta për to, sitcom, ato trash, si ajo, shoqja jote italiane, ajo që shef ato serialet më kancele që ka Netflixit, të gjithë trashin e Netflixit ajo e ka pa.
Bridgerton, tha, do iki, tha. Bridgerton. Do iki se do shoh Bridgerton. Çfarë është kjo Bridgerton, më? Si di e plako, unë për shembull e pyet atë, domethënë çfarë seriale ke parë ti që mos i shoh? Jo, më se ideja është se mima, okay, e shef këtë Bridgerton, ja, do flesh para gjumit, do shohësh atë Bridgerton, do ik. E ke aty me kalu kohën, siç mund të hapim ne ndonjëherë me pa këto live-et në YouTube, jo ujku shijakut, jo këto. Po nuk iki unë nga grupi ku jam, se kam lënë ujkun e shijakut pa. Do shoh episod në radhës se ka fol ujku shijakut me Cion, edhe duhet me e pa. Frire, më pa hap kot ndonjëherë. Edhe kjo, okay, më e shef Jem bajnë plaka kur jem bajnë. Bravo, e shef Bridgertonin kur ti ikësh të shtëpia shifër. Do iki unë tani se kam lënë season finale të Bridgerton, nuk duhet pa ajo. Po dhe këto të tjerat me ato që folim të kaj podcast e ato Love Island të to budalliqe. Unë nuk kuptoj si mund t'i shohësh ato edhe për më shumë se 2 minuta. Unë i kam hapur ato nga që i nxjerrin Netflixi, sidomos kur nxjerrin episodet e reja, ta ke parasysh del direkte. Edhe 5 minuta nuk bëhen apo plako, bëhet një gjë mu këtu në gurmaz me lidhet fare, nuk. Ne është shumë e keqe plako, shumë e keqe. Janë shumë ja se ne kemi vënë re nga ana e bagazhit intelektual, domethënë, për të folë. Bravo, se e ka pe pikë të bukur fare. Historie, gjeografi. Zemra është fati jon apo është janë vërtet që janë shumica të trashë plak. Se ne unë me mendimin kështu plak, ne popull i varfër e kupton me të gjitha, domethënë nuk jemi shumë të emancipuar, po jam këto 3-4 vitet e fundit, sidomos me këto exchange-et njërë që unë imagjinoja në fillim që këta që vjen që bëjnë exchange, që i keni shtetuar me botë, do të jenë supozoj të jenë ajka. Po ajka jo, po të jenë diku më ndryshe, më mirë, se sa mesatarja. Në një farë mënyrë përfaqësojnë atë vendin e tyre, po vinë po përfaqësojnë këta. Normalisht. Duhet të jenë jo ajka, po këta kanë kritere, ëh, notash. Kur aplikohet ti për exchange edhe nga Shqipëria, kur ikin, duhet të kesh një farë, nuk mund të çoj një që mezi kalo, a kupton? Se normalisht do shkoj atje shqiptar thotë OBB. Edhe të vish, mos të kesh, mos të dish bazat e gjona, nuk po flas, po i heq fare këtë histori gjeografi, më nuk po i hy histori. Zeu si që po edhe se histori gjeografi se dy gjëra për Europën do i dish, tash jo plak mos e fut rapid kod tash mos me ditë kur është kryeqyteti i Hungarisë, është butallik më plak, po ti ku jeton më në çfarë planeti jeton ti? Se unë nuk po të them më thuaj një shtet të Afrikës që e din vetëm ata që e kanë pasion. Se ne jena mësuar me Shqipërinë që se din, po dhe mos të di Shqipërinë nuk është normale, ëh. Jo, mos është normale. 52 vende ka Europa. Ti jeton në Europë, domethënë. Ti dëgjoj se prek, hiqe pjesën që prekemi ne kur di Shqipëria, po si logjik ti Shqipërinë duhet ta dish. Po. Se nuk është një shtet i Afrikës o i Azisë që ty s'lidh asgjë, e ke në Europë. E ke në Europë. Ke Greqinë, ke Shqipërinë, duhet si vendosje gjeografike s'bëhet fjalë, me ditë se din hiqe fare, po është Greqlandi thonë atyre North of Greece. Asi lloja plako. Serbia thotë. Po. Janë out fare. Po kjo është fatkeqësi e madhe shumë kjo. Po edhe për të gjitha, se nuk është vetëm për to. Unë sa herë kena bë muhabet që unë di më shumë rreth historisë gjermane se sa vetë gjermane. Po është turpizot të bu. U zema po ta thash më okay më e hiq më njan pjesën e historisë gjeografisë, se është një gjë e një niveli intelektual duhet të kesh formim me ditë histori gjeografi. Po këto nuk din Matthew McConaughey. Hera parë që enjoy tha, si aktor. Tani se ajo i përket atij televizionit që ti i shef. Televizionit të njohin vetëm Brad Pitt, DiCaprio, Johnny Depp, çka kanë bën në skandal, çaj është në një gjë. Po Morgan Freeman, se di kush është. Po si më nuk di Morgan Freeman? A shef film, a hap Netflix? Unë para në fillim kur kam marrë dhup plako, ndjeshen që keq vetë se një fjalë emra kështu partikular, domethënë, po të tjerë nëse i shifja foton domethënë e dia direkt. Tur i tregohet me foto kjo se kam bën ai. Jo as e film. Si të shofësh Bridgertonin normalisht ku do ta shohësh Messi me kanë. Ato italiane nuk kanë pa Godfather. Po të paktën të kesh dëgju për Godfather, që është film epik. Jo, s'kam dëgjuar ndonjëherë. Pata ajo është aty. Unë se kuptoj ç'a kanë 23 vite jetë ajo tjetra më burr. Ç'a ka bë 23 vite, ç'a ka mësua ajo, ç'a i është futur në kokë sa 23 vite jetë. Për gjuhë tuja jo.
Anglishtën mëk. Anglishtën mëk. Keq shumë anglisht. Skandal fare, burr. Është si edhe ti di ti italisht më shumë se sa di ajo anglishtën është 100%. Po është fatkeqësi e madhe, se ajo është gjuha jote e katërt. Për zotin turp. Në italishtën, po në italishtën e dim nga televizori më burr. Ore çfarë rëndësie ka nga e di, e informuar, di merresh vesh me për kushtu italistës. Më ka rrobu në Shqipëri që edhe kam bërë më plak, siç e kam bërë unë për shembull, unë kam bërë veç 2 vite në gjimnaz, ka rrobu që kam pasur që edhe në vjeçar. Dakor, po është turp, po them e krahasu italistën tonë me anglishtën e atyne. Po bra po. Që ato anglishtën e kanë nis që në klasë 4, ka ardhur deri tani, viti 2022 ti s'di me zi merresh vesh në anglisht. Çfarë ignorancë më përfaqësojnë këto më burr. S'ka mundësi më dhe. Se di, nuk e di. Edhe e ke vënë që gjatë gjithë këtyre viteve këtu është i lloj ndryshimi i sjelljes tonë karshit ujve, se kur vjen fillim ke ato ide në burr që ne jemi si veni prapambet, ne jemi si inferior, na është nguliti çik aty në Shqipëri, domethënë. Po të rrish vetëm në Shqipëri. Fakti është në disa gjëra, domethënë si duke filluar nga politika, ekonomia jemi. Dakor. Po ne na ngulitet që dhëm pjesën njerëzore je inferior. Shumë ngulitet. E ka Në provuar. momentin që shkel jashtë, kur kam pas bëun ato turet me YP që thosha, që shkel jashtë që shef, se çfarë lloj brumi ke jashtë, ndihesh superior më po. Normalisht. Do të thënë, më shumë ti intimidon një shqiptar kur të futet në rreth shoqëror një shqiptar, se shqiptarët dinë, Po. qoftë për gjuhë tuaja, qoftë për tema politike, historike, për të gjitha, më shumë të intimidon një shqiptar se sa një huj. Po të erdhi një huj, kush është më? Picera dera. Tamam se atë. A kupton? Se di, nuk e di. Po kjo më shqetëson më shumë pjesa se kjo pjesa e gjuhës okay, e plakon çështë jeni në një vend për shembull Italia Italia s'është në një, po ti është në ku ti gjon Gjermani, hajde më. Po tash e plakën mos ti më bëu tash një muhabet social, një muhabet ku ti gjon për vizion, për karrierë, për të ardhmen, për gjitha. Vetëm gjë që ti më bëu tani çapilash ke provuar ti, që alkooli kush është më i mirë nga ky. Ku e efekti që ti jep që në Skotland, ku e bë ajo tjetra në Paris, është çik bastardizëm apo plako. Është bastardizëm, është vërtet për të ardhur keq, domethënë se. Ore ne mbasi mësojmë ca gjëra, mësojmë nga halli, mbasi nga që duam të çajmë çik më shumë se e dim që jemi të paraqykuar të gjitha. Se jemi, e kemi parë edhe vetë, domethënë se dhe mos nga ata të rinj, se ne kishim fillim frikën se do paraqykohesh nga të vjetrit, po më shumë ta. Po që disa gjëra që janë bazë burrë. Po kjo është arsyeja, se këta ne kemi atë urin me mësu, me thith sa më shumë me marr, se na duhet, se duhet me çast, se s'ta jep njeri në pjatë kështu. Edhe automatikisht detyrohesh. Po e ke edhe pasion, e ke edhe qef, ke edhe dëshirë të dish për i temë caktuar. Ne na deli temë me caktuar bi biseda ose kështu, kur shkon në shtëpi e bën një research të vogël me marr një ide. Atë që bën muhabet, e kupton? Pse shkoj takova një armen unë, më tha për Azerbajxhanin, bababam, ore çka kanë këta kështu nga ana historike, ta hapi ta shoh, mos ngel ignorant, ta di kot për kuriozitet. Do ta takosh një tjetër nesër pastaj. Po, ta di gjë. E ke atë gjën që të shtyn. Këta janë fare. Se çka ka Serbia me Shqipërinë? Po më kur shkosh shtëpi shife herë, futu herë, shife çka ka Kosova me Serbinë, çka ka ndodh. Çfarë nuk ka para ata janë dini fare ata, gjithë genocidas. Mirë Kosova se edhe se ishte deri diku dhe vonë, pas për Bosnjën në plaku që Bosnja u bën lajm botëror. Është fatkeqësi me plak. Që këto janë në Europë, është Ukraina me Rusinë që po ndodh tani dhe para 15 vitesh. Ajo është e fundit. Nuk është se një rajon, për shembull po marr lindjen e mesme, unë që është rajon që ke full me trazira, full me kështu e ku t'ja hysh në ana historike, ku t'i gjesh ti konfliktet që kanë se janë lumenç, kjo me këtë. Do sa këtu aq ke pas. Para kësaj që po ndodh tani, këto kanë qenë Ish Jugoslavia, ai problem ka qenë. Edhe lufta dytë botërore. Mos ta dishti, mos ta kesh një gjuhë? Nuk s'kam pas linda atëherë më po. Nuk se unë kam lindur, u kam qenë Bismarcku. Jo, nuk quhet, jo. S'kam pas linda atëherë.
S'di, nuk e di. Më kanë thonë dhe mu, ka qenë një Enver Hoxha i diktator, po se di, ku du, s'kam pas lind. Më vonë kam lindur. Nuk më intereso. Për Hitlerin kështu, se thonë, ça thonë robi mirë. Se di fare, s'kishte lindas plagu im atëherë, që jo ta shpejt shumë. të merre me këto. Imagjino që më i thonë të njëjtin gjë këtyre. Hitler? Who is Hitler? I don't know, I wasn't born there. Po. No, you are anti-Semitic. Se di, por e një çudi e madhe, Po që që kam bërë përshtypje mua plakon atë gjitha personat, po ti mbledhësh gjithë sa kemi njohur të huaj, nga ata të perëndimit, domethënë ato 2-3 vitet e fundit. Si janë zero fare nga familja me rrush, nuk kanë asnjë lloj ndjesie familjare, nuk kanë asnjë koncept të krijojnë një familje dhe të kenë fëmijë. Familjet e tyre i kanë të shkërdyra, se familje me probleme kanë në Shqipëri sa duash ti, kurse i kemi gjuhë dhe bashkë e rihen e vritën e theren e bën. Po ama generalizimin, domethënë ajo ndjenja e të gjithë popullit është familja e parë, e kupton, është diçka që e synon me mendja akoma shumica në Shqipëri, e kupton. Këto janë tamam shkatruar. Po. Shkatruar probleme, domethënë nuk e di e plak. Absurditete fare që unë nuk i perceptoj dot, se kam qenë unë me fat që kam pasur familje të mirë. Ose vërtet kam qenë po ke raste në Shqipëri plot më burse ne familje të mirë, familje të shëndetshme, quhemi familje që është bashkë. Po ke raste plot dhe familje divorcuar në Shqipëri. Prap më burr, divorcohen se mund të ndodhi, se s'ka ndonjë gjë. Ti kur shkon mirë, me gruan më mirë divorcohet se sa çifen skena në shtëpi. Po. Divorcohesh ama për kujdesën për fëmijën. Këto e kanë, shtregote kjo. Unë dam mami me babin, babi, as dësh me ja dit ma, maroj, për fëmijën. Sigurisht ma. Më thënë lloj indiferentizmi, i lloj kështu që ne nuk i konceptojmë, mu nuk my do të në kokë, do me thënë të kesh gocë kjo, dhe të kesh atë lloj indiferentizmi ndaj gocës ti, burri shtëpisë. Është e frikshme. Frikshme. Qa pret nga kjo, se problemi është që sikur këto të reflektonin nga gabimet e prindërve ty, nëse këto i kanë prindrit e shkërdhym, që janë kështu sot. Edhe ideja është se këto nuk kanë pasur fatin që kemi pas ne me shoqërinë deri diku plako që kemi mësuar ai që këto bëjnë një njëta gjëra që bën çisë thotë ajo babai lut sërbitur, lut edhe kjo. Kjo është që problemi. I was in my room alone, very sad. I was drunk and alone. It was very sad. But what the fuck? Çfarë po bën? Është ditë jafe. Pse pive? Depresion, jam depresion, e kanë gjetë tash. Çfarë të bëj, jam depresion, po i fusi kokër, po pi çik alkool, jam keq unë. Sa jo më burr ajo që tha Hasa, e ka thënë në moment. Në s'ken akoma ram depresion, në Shqipëri tamam s'kan kohë, më ram depresion. S'ke kohë ti me ne tani këtu, jam depresion. Që ti këtu ty mund të kenë gjithë hallet e mundshme që mund të të çojnë depresion. Po nuk e kod, nuk e mendon ti që prit tani jam depresion, se kupton, nuk e ashtu, je aktiv tërkohën, ti je këtu puna, do kërkosh tu shkolla, kjo, kneja, ne, jo letrat, jo viza, jo vrap tu, vrap ati, avokati, kne, s'ke, këta e kam të rezilla, qa të bëja? Po është e përgjithshme, se nuk kanë as vullnet të plako, se për shembull edhe unë vëjar edhe te këto pjesat edhe te volumi nga shkolla edhe te puna. Po thuaj se gjithë çunat, domethënë edhe një pjesë e mirë e gocave që janë shqiptare, nuk po themi për ato të tjerë që janë fare, po ato që afrohen më shumë me ne domethënë. Po pas edhe edhe në shkollë ka qenë mirë, i kanë vajtur mbas tyre edhe në punë, shok që njohin ne janë punë, punojnë si kafshë, domethënë sikur s'kan bukë të hanë, domethënë vetëm që ti jenë të pavarur të gjitha. Këto kanë lënë të bëjnë një projekt, thotë ajo. I cannot do it. I feel really bored and depressed. I cannot find the will to do it. Shive si e flet si gjo më burr, sigurisht në një poezi e bukur. Ose i bole është ajmëtar, unë isha zgjuar në 5, unë isha me kantier, kisha 2 negociata, bona dhe letrat mas atyre, erdha në shtëpi, bëra një leksion online. Do të leksionin online, po. Edhe ai thot jam tard se jam zgjuar, duhet shkoja në shkollë në orën 9. E kisha shkollë 9 me 12. Ka janë që birë që janë i ta që e bëjnë shkollë në orën 9, bëjnë për morti. Që na i torturuan të shkollë. 9 me 12 i kërkohet të vinë 9 me 12? No, se di.
prandaj do bie Europa. Strapacohet ai, ku do shkojë ai? Me këto lloj brezi plako me çfarë ka parë në sy tu. Ka për të rënë në Europa, vetëm ata. Pastaj se kanë iden fare, nuk ka. Ata nuk e dinë se çfarë duan të bëjnë akoma aty. Por e mirë se unë s'kuptoj edhe këtë tjetër, si guxo ai më për ku i gje ai bolet me na u qan ne, I'm tired, sa hajtë se po i thuna një tjetrit nacionalitetit vetë që rri atje të veni vetë që nuk e di se qa bëhet, po ai e di shumë mirë ne. Ne jena të dy, itinerari jonës qohëm mjes, punë, shkollë, mundësi shkollën, mund ta kesh dhe midis punë, që të duhet knet mash laptop në punës, knej laptop në shkollës, dorëzo projekte shkolla, dorëzo projekte puna, marron në orën 5-6 je i kput, i marrun. Edhe prapë ri zotri. Edhe prapë ri zotri dhe prapë nuk qahesh sepse se kemi pa dhe kosovar tjerë që qohen 4 mjesit edhe shkojnë në shtëpi 8 darkës, ha. Marr mendje ato që të thonë. Kena pa. 18 vjeç. Po. Ti hekur gjithë ditën e buç. Fillon Edhe nuk qahesh, se e ma sus, se thu po marr i pag të mirë, se ditën në Shqipëri që shko puno 10 orë, 12 orë e merr 10.000 lekë dita në fund. Po. Edhe nuk qahesh. Ky këtu me ne këtu jam tired, du tha. Kisha leksion 9 me 12. Qa? Se ti. Ta ka për shumë shpulla. Qa tired? Ta ka për shpulla. Qa ku u lodhe ti? Po normale, po se co kur i thona do prindit e vet më ashtu, thjesht mos u streso, mos u bëj normalisht të plot s'ka asnjë lloj kërkese, por është degradoni që gjëja, se sidomos atë periudhën nga 17 vjeç deri në 20 vjeç duhet ta kesh katë shtysën, domethënë duhet të kesh një figurë babai, duhet të kesh një figurë mamai, duhet të kesh një figurë të kulturës së punës, se si funksionojnë gjërat, si fitohet leku, sa e vështirë është. Unë s'po them tash ti kurse numëro fetat e bukës, e kupton? Por duhet ta ketë pak iden tash se si funksionon, duhet të jesh një ekonomist, në shtëpinë tate, në përjetën tate duhet të dish të bësh pak ekonomi. Ndryshe nuk funksionon. Siç nuk po funksionon më. Lidhen martohen, bëjnë fëmijë, lëm, pastaj se funksionon, po si më më. Po ta thash unë, kur nga ça preti nga ai nesër pas nesër do krijoj familja. Se dalim i çik te kjo pjesa që okay, mund patriarkalizmi, budalliqe, çu po burri familjes, se burri familjes, si do të ndryshojnë kohrat e botës, burri familjes është burri familjes. Po është të plak se edhe këta që e kanë provuar ndryshe një mund po. Bravo, është në fund fare është ajo shtylla ku i bin pesha e problemeve, gjonave kështu. Këta qanë më shumë se femrat, më. Qa burri familjes? Ai qahet ankohet më shumë se e dashura vet. Po, ishte shumë e frikshme. Ai qahet dashurës vet. Ku jemi mësuar ne kështu? Ne për zotin ne jena ekstremi tjetër fare pasaj. Se ne jena ekstrem komplet tjetër. Ne jena mësu burri s'ka probleme burri. Burri s'ke Dito më mirë ashtu, më mirë ashtu. Jo, 100 herë më mirë. Më mirë ashtu se sa 100 herë më mirë, po të them ky kur si del do të jetës vet zot që i duhet me uzgjun 9, me shku në shkollë deri në 12 dhe kaq marroj 3 orë ditë nga 24 orë. Apo lëndë që kanë ata o zoti i madh gjermanisht niveli A2-shi, të ikim të shikojmë. Po, kishim lëndë, kishin një lëndë vështirë. Tregoja çik të Europës. E kishin një lëndë vështirë, se më thanë, mu nuk dim çfarë të zgjedhim, thanë. Kemi ose i lëndë që ka 2 seminare nga 8 orë, edhe në fund të seminarit të bëjnë një pyetje. Shumë e vështirë, 2 seminare 8 orë gjithë semestri, edhe të bëjnë pyetje në fund. Shu hajde të merre vehementi. Po ishte kjo tjetra, po dhe kjo e vështirë. Kjo ishte të dilje nëpër Berlin me pa të sightseeing Berlin, po dhe në fund të shkruash një tip kështu që çka ke pa, e vështirë kjo. Ja morën shpirtin në vyrë, morën. E kuptoni, edhe të dalësh, të ecësh në kom, edhe të shkruash në fund se çka ke pa. Ku bëhet ajo? Kështu që në rini fëmijët, kjo fëmijët futi. Normal, ty duke pas këto modele lëndësh, kur i ke i lëndë që shkon 9 me 12, ati i duket funi botës. Nëse përballot dot. Po nesër pas nesër, kur të ketë familje, të ketë fëmijë, të ketë ç'a do bëj? Po. Njën që në momentin e parë që nuk do e zgjidhi shteti, nuk do e zgjidhi leku apo ku diçka çfarë mund të kenë në ofi, plako direkt do degradojnë. Do degradojnë, normal. Filloj të pi, do ashtu, ne kam hallë, nuk kam probleme. Mirë pafshi. Dhe gjëja pasaj që është smecën. It's not working, kupton? Kapitalizmi, këto gjitha, kështu. Kjo bota shumë e egër për mua. Fokusiane, çka kemi parë ato histori që të kanë treguar unë kanë ardhur si punëtor pa letra, pa gjë duke lidhur egër e tani kanë firmat e veta.
Pse funksionon ka për ata, s'funksionon ka për ty. Ti je me letra me pasaport, gjithat mirat e Zotit. Gjithat mirat të shoh. Gjithat mirat ti kesh. Edhe me pas familjen kërëm tu nuk është në Shqipëri që s'ke nga janë ban, ose ku do vesh në një xhaxhame në një gjë në plako. Tu edhe po dolën rregull ti ke shtetin në plako. Minimumi 600-700 euro në fund muaj ti ke të japi shteti. Po. O blon, a di qa kuptimi ka se në kjo pjesë na shumë. A di qa kuptimi ka ti të kesh pasaportë europiane më. E kupto ti këto rrin Spanja i? I qatë bytha i moment Spanja fut më vlla në Gjermani vje punon nuk i jep llogari as njeriu më. E kupto sa e pa konceptueshme është për ne. Do ti them unë hasës tash o vllai nisu hajde në Berlin, gjej punë futu punon me letra me të gjitha me kështu dhe merr 2000 euro në muaj. Po flasim për shtete që në Shqipëri po dole jashtë Tiranës. More Piu e zeza, kupton ç'do bësh, ku do vesh, do ta mendosh. Po ikën, ai nuk i kërkon, nuk ka kujt pse i jep llogari as njeriu. Se ke pasaport spanjolle, puno ku doj trapi ty, me i fjalë. Me i fjalë ti i ke dyrët e botës, kaq trap me kaq mundësi ke ti. Që s'kam ç'a i bëjnë anjonit që thot nuk ka hec edhe është shqiptar i shkreti si ka hec se aty në Shqipëri aq mundësi janë. Për vizë për gjë si ka hec, mund këtë ardhë tu pa letra e kanë kap, vje kontrol të kapi e vla, iku edhe prap një paragjykojmë, i pa aftë themi në. Po të vizë tu emigrant pa letra e të kthejnë, të kapin, që s'ka lidhje me pa aftësin, i pa aftë themi në. Se iku quni filanit, kanet, kaneta i quni filanit, se s'ka vën atë e quni filanit ka bë miliona. Po du të them, si ke mundësit edhe prap e gjeni rrugë, këta kanë gjithë mundësit e botës, po nda që i kësu e ti. Daq Danimark, po them këto venet që kanë kështu, që kanë nivel të lartë jetese. Daq Belgjik, Zvicër, Gjermani, ku të dush, hap hartën, lëshoj shi gjetë, që ku të bjerë ik. Edhe puna. Po si tha jo, plako, dhe gjithë shoqëria ime dhe që atje në mes Glasgow, mes Kozis, nuk ka lëvizur asnjëherë. Hama, si shpjegohet? Po asmish, po veç ti sa herë ke vajë me Milano, Madrid, vetëm me pushime, vetëm me pushime, pa filluar fare. Që jo me bova akita, si me pas nevojën ti me ik, edhe mos e pas breze. Bullgaria, mos prasë, gjithë tu ike, sa bulgarë këtu, tu ike 25 ike vetëm tu. Mos kishim nevojë për vizë, ne? Po ku na mate venin e më? Po që vëtë, s'na ma veni pa viza, plak imagjino të që me vizë, që e të thonë. Edhe nuk është ajo puna, nuk është vetëm arsyeja domethënë se është keq, se ka dhe Europë që për shembull jetojnë mirë aty në Shqipëri. Janë pak normalisht, po ka njerëz që jetojnë shumë mirë. Po ideja është në përgjithësi, plako, në përgjithësi, po ta generalizosh çështjen, jemi të uritur në vëllako, jam mirë, po dua të jem më mirë, unë e di që mund të arrijë më mirë, e kupton? Absolutisht. Unë mund të arrijë më mirë. Kishe lirshmërinë e vizave ti, shqiptarët e kishin pushtuar Europën. E kishin pushtu Europën, edhe për mirë, se frika është, po do shkojnë gjithë jashtë, jo. Din shqiptarët. Jo, mëse si budalla ti nëse je me letra, pse do ta rrezikosh vetëm? Bravo, s'ke pse bë budalli, që do shkosh do punosh, punës nuk ja vërtojnë, e kanë vërtetu. Është, ta kanë treguar se punën në industrisë ndërtimit, si kanë qenë shqiptarët në periudhën e luftës Kosovës, se janë tash. Për ta që të din, ka qenë shumica ishin shqiptarë atë, domethënë ishte punë hajt, e kupton, një krau i liri punës. Tani janë standarde. Tani konkurrojnë edhe ofertat që marrin tash për shembull janë normalisht shumë pak se gjermanë, po janë shumë mirë më lart se të tjerët, do të thonë, Bosnia ke serb apo janë në një nivel me polakët e portugezët. Po shumë më plak se polakët e portugezët janë në Europë, e kupton? Po. Është çudi e madhe apo? E ta thonë jo se... Po imagjino të ardhme në bu. Shift ardhme me këto. Ardhme këty në bu. Që të ardhme? Po venet e tyne janë zero fare, janë skandal. Të janë mu të vla nga të dy anët, po ta marrësh nga ata që janë radikal djatë, më thonë të si kuptoj tani, jo, na vina morën punën. Po, me nderë muhabeti tash Europë ku ti kesh ti, po ti je aty s'po e bën. Tash puna do bëhet. Do bëhet puna. Bëj çfarë duhesh ti. Po të tjerë që asaj që ai fill offendit, e kupton, e kanë my Jews, jo, po it's too hard, capitalism is not helping the society, e kupton? Në me këta tjerë që ja dalin ta budallenja në gjitha, dole ju brezi pas me zero eksperiencë, juve i markeni vesh, ju që jeni ai brezi i ndritur që do e ndryshoni, do e bëni. Po problemi është oblion se tani flasin për këto gjona, po që të flasësh për këto gjona, këtu hym te kjo pjesa, duhet minimumi të dish një
2% histori. Që të flasësh për tema kapitalizmi, funksionon, si është komunizmi. Ti nuk e iden, ti s'di asnjë gjë nga historia, si mund të flasësh ti më, ti nuk kupton më, nuk e di ti se si do të. Kto flasin me shabllone, çan gjën një movement. Deli movement në Instagram, do bëjmë atë. hashtag kjo bravo është trendi. Është trendi ajo. Edhe ne jam ato plas, gjithse ne vazhdojmë jemi të njëjtën akoma ushqejmë atë ndjenjat tona personale edhe me shakara edhe me të gjitha dhe ato ide që kemi të pavarura si del një movement nuk më pëlqeu dhe nuk përfaqëso. O ti je seksist, ti je homofob, ti je racist, vjen epitete je kështu. Po, je direkt je për këtë. E pastaj kur I bësh shakara kështu kur I flet në vetë thonë jo po se I will get judged by the society. It's funny what you say but I will get judged from other people. Çfarë sa shpifun? Ku ki karakterin ti? Ku është ajo bërthama e karakterit? Ja thama sa në orën fund ku shkon maron dita, u çove në mjes, erdhi nata, do shkosh në shtëpi me fjet. Si të se gjumi ty, duke ditë që ti, që kur del nga dera dhomës, dhe deri në darkë që ti nuk je vetja. Ti nuk je vetja, ti nuk qesh dot me një shaka se ty të shkryun kohë koncepti që është shaka raciste, seksiste, shaka që cënon drejtat e njerëzve, po këto budalliqe që. Nuk qesh, nuk bë dot shaka. Ruhesh për çdo gjë, për çdo fjali ruhesh. Ruhesh, je I censuruar në çdo sekond je censuruar. Po. Erdhi nata. Do shkosh në shtëpi me fjet gjumë? Si jeton jetën tonë? Mos mëzoj gjumi më. Normalisht. Ne edhe sa kena diskutu si nuk ja thash unë atij presori më but. Që funa funit me presorin ose me atë që ke si për vetes e pror të shkolla, funa funit duhet të jesh I censuruar se në fundit ka dorë notën ai. Funa edhe është marrëdhënie tjetër. Edhe prap ngel mendje. Edhe prap ngel mendje. Si nuk ja thash, nuk hajo për mrena. Imagjinoj një rob tash që s'ke lidhje fare. Jo, mos bëjmë tani shaka, domethënë. That's not nice. That's not nice. Edhe ta thot një person që të njeh, kjo të fikson. Një person që të njeh që ti I di intentionsat e mi. Nëse ti e di që un kam intentions, që je I lig, jam bravo, jam racista, ti trajtoj njerëzit ndryshe unë. Ndryshe them për këta që janë nga Europa perëndimore, ndryshe them për këta që janë poshtë, turq, arab, kështu, mos më plas fare. Jo, se është janë hipokrita ata, se kemi diskutuar edhe të pjesën e si trajton njerëzit jo nga perëndimi, jo nga linja, domethënë. Ata janë më racistët. Ata janë më racistët, domethënë, dhe nuk e dinë. E nuk e kuptojnë, nuk e realizojnë dot vetë ata, se në fakt janë vërtet shumë racista plako plus edhe janë dhe hipokrita. Me gjithë movement që bëjnë ta, siç e thash shembull asaj ditë. Para fare nga kjo pjesa e transseksualëve domethënë është djegu, ajo women rights movement, që s'ka më kohë njëri flas me ato, është kjo trendi. Po edhe nëse do flisje për ato. Po mirë, vërtet kjo problemi jot është që pse nuk e vë atë para pavështesën e durti, po ti nëse do të ndryshosh diçka, fillo bëj një movement që të reagojnë për jashtë. Edhe është shembull me Arabi, me të gjitha. Jo, po ajo është kultura e tyre. Nuk mund të cënosh në kulturën e atyre. Po çe kultura e atyre me kultura ajo lloj kulture ka qenë në Angli atyre ku nuk as lejoshin të punojshin firmat, as lejoshin të votonin. Kulturë ka qenë ajo, po e përmbysë ti. Po. Po, këto tjetër tash. Kjo domethënë që merrem to që jemi në plasë trafi për të tjerët, e kupton? Kjo është thjesht double standard. Tamam, hipokrizia e pastër fare. E pastër. 24 karat. Me bëj shaka ti për shembull që shteti di me I dhon makinës, se aty ku ka vjeti s'lejohen femrat me I dhon makinë. S'më bësh. I preke kulturën aty në. Po. Jo, kjo, dhash mendimin tim mund duket çesharake si gjë, që s'lejon duket kulturë e keqe. Është më keqe, çfarë duket ty, është objektivisht kancere. Por jo o zemra më shumë do m'pëlqej një njerëz që të vit thotë mund m'pëlqej si kulturë. Çu e duan më burr. Se sa njerëz që thotë unë s'prononcoj se është kultura atyre. Po mos I bime mos fol për asnjë gjë që ndodh këtë botë. I bie mos fol edhe kur them unë gjëra mos fol, pse kjo është kultura ime. Kultura ime, po. Ç'mund kjo? Mos më ndikon. Si kuptojnë? Po pra ne them nuk të gjykojnë në shakat që thu, ta vjen atë termin racist ose kneani dhe nuk e kuptojnë që racizmi është me veprime, dhe veprimet këto, rasti jot që patë problemin poshtë me pijet,
t'ja u shpjegojmë që ta din, që erdhën ca spanjoll me pije me vete në bar. Edhe unë punoj kështu ndonjëherë, domethënë ndihmoj atë barin nga që kam punu shumë vite në gastronomi dhe kam ideni ndihmoj ndonjëherë këta tipat edhe normalisht kam një pozicion si tip Jokeri që ndihmoj të bëjnë gjitha. Dhe nga që ne kemi si reputacionin kështu në domethënë ndihmoj të mbajnë dhe rendin. Po. Kur ndodhin në trazi e vogël Ta domethënë. bota tani, këta spanjollët, kulturë shumë e madhe këta. Vit me shishe me vete, me shishe pije, që s'ka sens, a kuptosh, nuk shko, ku s'kam një gjuhë në i vend botës, unë shkosh në bar, hajde po themi shishe bire, e ke me vete, se Po e maro. po e maro, që edhe ajo dhe nëse kena bo, nëse kena bo, po, stjo. Shishe vodka këto. Bleoni, një herë, 2 herë, 3 herë, Iqe, me të mirë, me... Jo. Si përfundim agravoj gjoja, normalisht që agravoja, provokun gjon. E lëco një datë, bleoni. Po datë ishte bujim. Po nese, nese më ai të shtyu, ti i dhe i shpull, maroj si gjon, nuk ishte na i gjo. Fakti që këto gjykun, ty, të gjithë to, pa përjashtim të italian, franceze, skoceze, leshe, presh, hajde pavarësisht se majtë në anën tonë një 2 veta që kishin marrëdhënie më të afërt me ne, po shumica domethënë që gjykoj veprimin ta. Që ishin aty 2 orë që po shifin gjithë situatin që durova 2 orë çdo fjalë që than ata, vetëm nga që jam stafi aty i durova, çfarë thonë ato piece of shit, të gjitha i durova, të gjitha. Ky është racizëm i pastër, se të bote vaki që tishin aty 5 çuna, si puna jon me mjekër, me flok të zeza, që ngjajmë që si jemi nga Europa perëndimore. Vu shishet e pijes në tavolinë që mund ta bëjmë, se s'na thot gjë njeri neve. E vejmë, vi dhe komët mbi tavolinën dhe të mvitëm thot një spanjoll 3 herë mu me heq pijen dhe bëva ki agravoj gjendja, do jem unë gogoli. Normalisht. Absolutisht. Shivi këta kafshët me pije me vete, Sigur s'kan çfarë. me kom mbi tavolinë, po çfarë janë këta, anë këne. Këtë rast nuk u moj njeri fare më këtë. Pse? Ky është para racizmi, ky s'është racizmi se bësh shakati. Se bëjmë shaka ne me francezët që majnë bagetën të sjetlla. E majnë edhe bagetën të sjetlla. Tash si mund të marrësh bagetën të sjetlla e ta hash, pastaj nesër. Thonë që bëhet e minash. Por ata po mos edhe djathi, shko me shijen e djathit, po sa Tu hongër bagetën dhe në njëra anë bagetën, në njëra anë djathin, një të ulur pantallonat mes rrugës aty e fut atë. Në rrugë mundësisht se dakor. Ky është racizmi. A kupton? Ndodhin situata të tilla absolutisht gjykojnë atë person që nuk ju duket perëndimor. Maroj. Dhe e bëjnë, nuk i faqsoj se e bëjnë në mënyrë të pavullnetshme. Nuk e bëjnë me qëllim. Po ka një gjë plak, se ne kemi mësuar që po ndryshojnë gjërat, po shiko çfarë është edhin tani te puna ku isha unë, ti di shumë që nuk janë gjithë gjerman, edhe gjitha mosha vëllarëve tan. Që kanë drejt ata të racizëm se ai me mentalitet është ose s'ka. Ajo më dha ata bëni vaki, bëni kujdes. Domethënë, e kupton se e dini që është fundamentale si gjë të jemi i ri, të cënohesh nga kjo gjë. Bëni kujdes, domethënë derisa t'ia lihet ata hapësirën që të fillojnë të bëni shakara. Po. Ta antri një plakë si ja trapi fare, as nuk e perceptojnë se çfarë duken bërë. E kupton? Se di kjo është absurditet këtë. Ama bova ki të thua është ti, ku di gjë unë negër apo... Mos e zënë zoti. It's not funny at all. Direkte. It's not funny, you are racist, you are very racist. You should be ashamed of yourself. Që është kjo më plak? Gjunaf fjalla është të ti plak, unë si marrë vesh të jetoj me veten e tyre më si i zë gjumë. Gjunaf se janë, është rinia, për është ardhme, për zotin, gjunaf. Nuk kanë me të tarë me të kanë të shduke në mërë. S'kan darë me vërtetë, po se fëmijë s'po bëjnë plak, ja merre nga bada ti, ja fusin muhabetit me top fare. Unë nuk jam mjaftuar shumë fëmijë. Mjaftuar shumë fëmijë nuk kam. Atë muhabetin që bëmë ne te prata mos më sa ti. Janë tu kalu overdose, ajo 1 në 4 fëmijë thoshte ajo në vendi ku vinte ajo, kalon overdose, vdes. 1 në 4 fëmijë, di çfarë më thonë. Këta s'bëjnë fëmijë që s'bëjnë, 1 në 4 ikën, po. 1 në 4 ikën. 2 në 4 dalin mostra. Nga këto 100 ngelet 1 gjysmë mund të dalin ai gjë. Edhe pasaj
Skandale shkojmë në për zotin. Edhe duke ditur shumë mirë se çka kemi në mendje kur I bëjmë, edhe kur bënim ndonjë ato, ke parasysh ato kur e kaloj ndonjëherë humorin mund që I ngacmoj edhe nga pjesa seksiste edhe kështu të gjitha. Që jo femrat edhe kështu lëvizja thjesht dua t'i ngacmoj, t'ia gravoj. Ne shumë gjona I bëj bravo, edhe me pa me tendencë, me tendencë, me pa sama. Normalisht. Edhe është shumë e keqe kjo kur e them unë. Minuare thash, I kemi mes Londrës, thash, ke një ghetto të tërë me indianë dhe arab që I shkërdhejnë gratë e tyre që I trajtojnë si plera në mes të Londrës. Ja, po tek ata nuk funksionon ligji tek ata. Edhe pse është mes Londrës. Ka kulturën e vet, duhet t'ia respektosh. Se po thoshin se kjo ishte argumenti domethënë që po ai është në Arabi Saudite, nuk kemi çaj vënë se është ti jo. Mes Londrës e ke. Çfarë bëj bën aty? Një minut po I ha. Akoma është kjo që janë brainwash nga kjo pjesa, ke parasysh nga që përflitet në internet si më thon kjo është kultura e tyre, duhet I lejmë, kultura duhet I respektojmë edhe veprojnë janë si robota, si robota të programuar. Po lidhet me atë pjesë. Sa kur flet me një person, atë ndryshimi fillon nga çdo njëri nga ne thon këto. Ke parasysh kur je me një person ti tavolinë dhe të bën një shaka seksiste ose kështu, duhet I thuash ndal. E kanë gjuhë këtë nëpër meme, nëpër Instagramra dhe e implementojnë, edhe ju duket vetja se po ndryshon social justice work. Bravo, ajo domethënë ka ndalë atje video në Instagram që shive ç'a ndodh kur hidhin cigaret në rrugë, I thon asaj kur shohësh një person duhet ja thush ajo vjen ma thot mu dhe ndihet se po bë. Ai eksitohet keq. Bravo, kujto se po bë dhe pa e kuptuar vet, domethënë idiotizmin e vet, 5 minuta më vonë thot unë bëj shurrën në rrugë thot. S'ka ndonjë gjë. Se s'ka dal akoma I tem për shurrën në rrugë. Po, edhe goxha se të ishin në tjetër edhe ide. Po ajo është Po konsideronim në deri në atë. Ishte vërtet jo për të konsideruar. Po për ta konsiderojmë prapë ja gëzuar për atë. Gëzuar për atë. Dhe pse atë memin atë gomarin e shrekut. Ua! Zoti identik të dalë aty. Po ideja është thot pastaj bi ndesh me fjalët e veta, çfarë thot përpara se thot më vonë. Dhe e gjitha kjo, pse? Se jam shumë I sigurt, për bistat e cigares do ketë pa emisione, do ketë pa ndonjë dokumentar, nga këto dokumentare që shohin këto tani në një gjë kështu, sa mund t'ju kapi kapaciteti aty, ne? Ka baj dokumentar që ja bishti, hedh bishtin e cigares, pastaj kjo nuk riciklohet, bravo. Zogu ka rikthyer. Iko vdiq. Nësa për shurrën s'kam bë akoma dokumentare, se si ka thënë njeriu mendje me bë dokumentar. Mos bëni shurrën në rrugë. Një të pinë, por derisa nuk bën dom, nuk ka problem. Bideja thoshte ajo. Çfarë është bide? Si mund? This is so weird ja bëte. Bideja. Wow. Po si më çeka weird bideja, më zhul se më. Ku më si më pa bide, më ç'është kjo gjë pa bide më burr? Unë këtu është ajo kur isha kur kemi ardhur në fillim bëja dushme bla. Po, shkosh në banjë, po ja dushme. Jam me flish në mund. Jo, po ke letra. Ç'e letrash më? Zhul se burr. Një imagjino të thojë pastaj këmon nit me. Nëse se din shqiptarët ton, ne s'kam bide. Bide vetëm ne kemi italianët. Italian kanë, shtëpit, po, edhe shtëpit që janë super mega lux, te I kanë domethënë. Po, imagjinoj mu mega lux, ë? Në bazike e plak. Ne bidem, po bideja pastërtie burri dhe bide. Normalisht apo. Tani koncept pastërtie dhe ky koncept I pastërtisë, atë e bë tapi sy. This is so weird. Po si më çfarë është weird? Tu ma shpjego ti më çfarë është weird. Po di sa më bën edhe të vjen. Water goes. Po jo, se nuk vajti uji atje do ri ashtu si është. Jo, ashtu duhet me ec, me mundin të shalet. Ska. Ma thot ajo hajde ulun çik poshtë. Po. Ama se merr free plak është krem, është kështu si side dish. Ma edhe një luk çoko kremi. Do ja bëjmë si pyetje këtyne. Do të kesh na njëonën që thot hajde ulu çik poshtë, ke bide të shtëpia ti? Jo. Harroje. Stop ti, që në këtë moment jam me Jezusin, nuk bëjnë ato gjëra. Ua, sa është. Sa I çudis të bideja. Qa më thuj ti më? Po kjo është e përgjithshme fare për kulturën, se mbaj me ndikur të thashun që kam bërë atë kursin italian, atë technical Italian që kam bërë të shkolla. Ajo profesoresha ishte italiane. Jo, normalisht dinte, po e shpjegonim ato në bideja, kjo gjëra, kjo përfshis si po bënim ato pjesët si montojnë edhe kush vjen në procese të gjitha. Ndërtime sa. Ça ishin bardh plako, që ishin kështu të I dukshëm fare.
Çfarë është bidea? What is this? What is this? Çfarë është kjo bide? Ja, jo, Diana po shikon dhe kamera plako mu më duk si ku më shikon dhe mua se ishim online atëre akoma. Duhet në kokë më plak. Di që është bideja. Po mi se, okej, nuk e kanë më burr. Këtu dalim te kjo pjesa që janë ignorant. Janë ignorant. Po se okej, nuk e ke, po të duhet ta dish paktën çfarë është më. Po. Nuk e ke ti, e kanë vende të tjera. Duhet ta Se kesh. kanë, një këtë Francës e kanë. Po ja, bravo. Ti je francez, nuk e kanë, ti nuk e di fare çfarë është bideja. Si më çfarë është bideja? Se di. Leje bide si fjalë duket është frëngjisht. Bide. Bide. Po di mund të jetë edhe Bidet, po më bidet shkruhet. Është frëngjisht, se kur e pash. Po kupton, është çfarë është? Se di. Muti mirë të bideja, ja. Se toli këtu. Mund të miri. Muti mirë. Ja, nuk e di e po. Po se krijon dhe kjo tani rryma, domethënë që ne pse po flasim keq. Po tash mbasi Evropë të tjerë që kanë qenë në kontakt me të tjerë mund ta provojnë të, po kur shikojnë gjëra kaq bazike që mungojnë, domethënë është i vështirë të përmendesh ato pjesët pozitive që Normal, jo ne tani po flasim këto për shtypjet, po shtypjet pozitive s'do bënim podcast ne tani. Siç i shkruaj ai shoku asaj, e meriton ti jesh me Erasmus, se je vajzë shumë e mirë, zemra jote e bardhë. out of nothing. Po. Imagjino tash me shkruajtur normal tash. Bravo Zogu, ti e meriton. Je njeriu më i mirë që kam njohur. Hajde të podcast, nëse më nuk fare që për çfarë do bëni podcastin. Po ideja është që nuk për gjonat e mira nuk çfarë do themi tani se leje nuk është se kanë ndonjë gjë që të të bëj përshtypje, sa të mirë kanë këtë gjë që nuk e kena ne dhe e kanë këto. Nga pjesa kulturore është vërtet shumë e vështirë. Nuk ka. Ne po na bë përshtypje se si jemi fut këtë radhë në shoqërinë e këtyre, nëse jemi në fut më përpara, ne më përpara mund gjej gocë. Bëhet çka kishe për të bë, aq net, aq nuk të nuk. Mirë, po si mi futur asnjë. Si fut se shoqërinë kena pas Si thashëm. konsoliduar ne, nuk kena pas Sa herë kena nevojë. thonë që hajde të përzihemi, tani që e provum, themi aq mirë kena bërë si na përzih. Se si na përzisë, arri atë qëllimin që kishe, për shoqënisë kishe nevojë se e kena pas konsoliduar. Këtë radhë e ke por. Këtë radhë erdhën ato mundësitë që po i shef, po ju futesh më thellë, po i njeh më shumë, po ve duret në kokë, po. Ve duret në kokë nga niveli i ignorancës, shkurt fare muhabeti, ve duret në kokë nga niveli i ignorancës. Nivel nuk e di, qofshin vetëm këto kështu, po nuk ma hamenja. Për sa kohë këto janë, Derisa kemi 4 vite këtu e njëjta muhabet me pikërisht, për sa kohë këto janë si tip ajke e universitetit. Gromësitë mes tavolinës aty. Po. Ha, Kam një vit po thuaj se një vit që kam problem me stomakun, domethënë që i kam nga problemi që kam ato dhe nuk ka bë vaki një herë me njerëz, ta kem lëshuar atë. Ajo femër. Edhe jo femër kështu, se nuk është ndonjë gjë, po bëhet dhe sigurisht Rita Ora, kështu kot fare domethënë. Kështu e Edhe gromësi si lop, si bagëti. Ua, sa e shpifur me rob shpifur, më çka ka? Ora problemi është që vetëm ne reagojmë. Kjo më fikse se ngreta dhe zonin tani. Kjo më fikson mu, kjo më streson. Vetëm mu dhe ty më bë përshtypje si gjë kjo. Ky është problemi këtu. Jo, e di çfarë është kjo, i bë përshtypje të robëve të tjerë, po këta të tjerë asioni nuk tha asnjë gjë, kupton se kur e bën mohabet në vonë që është normale kjo, është disgusting, nuk është mirë, nuk është kështu. Në atë moment se Ka një reaksion. Edhe mase e thon këto. Ditën tjetër pastaj prapë shoqet. Prapë me ato. It's a good person. Po t'ja thush në sy me ato që po kjo që bëni kjo it's her life. Po më her life me këto shprehje të këtyne ik bëja u mutin si për koke. Ja, it's her life. Si her life, do me ta bë. Çfarë problemi ka këtu? Janë sillje plakë, janë shumë trash si njerëz burrë, se këtë muhabet e bëjmë gjithmonë edhe nga pjesa e fikpame, ato debatet që janë domethënë homofobike dhe seksizmi të gjitha. Tashi, unë jam një rob që besoj tash në barazi. Që nëse ti je rob i zgjut, domethënë që mund të kenë anën tënde. Son për barazi jam, e kupton, deri në një far pike. Po diskutohet. Po unë tash nuk mund të ndjej këtu me gjitha budalli që të nxjerr ty goja, kupton? Edhe ti në vend sulmosh atë të tjerë, domethënë që janë vërtet kulturë e shkërdhyer nga fillimi i fund, domethënë që i trajton njerëzit si plera, ti më synon mua sepse unë nuk jam aq fucked up sa ai aty në trut, domethënë. Kupton, është budalli këtu. Është më shumë garë kush duket më mirë, nuk është në fakt se ku si do bëhet vota mirë. Gara është se kush duket më mirë. Kto e kuptojnë dhe vetë, se si po na thoshte në ajo tjetra që
ndihem keq ndonjëherë se këtu po e kuptoj që s'kam informacion. Duke nejt me ju po e kuptoj që nuk di. Që i tham ne mos Ajo më preku një qima, kur Po, thash po që... ja tham ne mos të të vije keq se nuk je vetëm ti. mos të di, mos më ndje keq janë gjithë. Janë gjithë si puna jote, jena ne dy budallit këtu. Nuk ju jeni në rregull me tujen. Për zotin ne jemi Po ajo e ka i farë, po ta shohësh, ajo e ka një farë, si të them unë, një farë sedre, një farë një lloj afrimi. Bravo, që e kupton si gjë. Kjo është gjë e mirë, domethënë, që ajo e ka kuptuar si gjë. Po. Që ajo thotë erdha këtu unë, atje të vjen im, çika hataja, çike me gjithë kara. Po. S'di kemi asnjë gjë. Shablon ashtu është. Kështu e ka thonë me gojën e vet, dhe kjo gjëja që kjo e kupton këtë është gjë e mirë. Shumë e mirë. Është shumë e lartë se të tjerët kjo. Po çdo që të bëjmë me ne. Po normal, absolutisht. Po si kjo i tham, ne mos u ndjej keq se janë gjithë. Po ja dhe shumë pisi robë buri dhe oce edhe me ato të tjera me të italianit, e ke parasysh kanë këtë gjë në për shembull që e zëm se ne do dalim bashkë, do takojmë me robë tjetër. Qofse herën e parë unë na pëlqej plako, do të them ja, po burça ishte ky varilesh na e shpifi fare, po se flasësh me robën, po çfarë? Normal, absolutisht. Po të janë shumë të ligë burë dhe me njëri tjetrin, në burja bëjnë vetë, nuk kuptoj se si zë gjumi tash ti e nxjerr zorët, e nxjerr vrerë për atë person, di një tjetrin në kafe dhe best friends në Instagram. Po. Më çka pret Si nga them jeta. dot jo, më tha me dal nuk i them dot jo, si nuk pse nuk i thu dot jo? Po ju o zemra, di pse më shpiti, kanë jetën e ty në aq bosh, a kanë mësimin 9 me 12 dhe ati duket si funi botës, sa që normalisht që nuk i thu dot jo se ç'a do bëj. Po si ta kesh me i çik me kararat pjesë, se priti herë se s'kam shumë kohë për t'ia dhënë si them dot jo, si më si thu dot jo. Ç'a të lidhi ty? Leje këto ikin, maro Erasmus ikin, as nuk shifen më me njëri tjetrin, nuk harroje ti. Pra, të hipokrizia pra që po them unë. Nuk ka asnjë gjë të keqe mos pëlqej sikur se çdo njeri ka, nuk më pëlqen më robi, e kupton? Je real, Nuk përputhim, ç'a të bëjmë? Do jashim me zor. Po. Ama tash më mori sigurisht tani si goca 12 vjeçare që atë grup kanë me atë dorin. Ti ke zgjedhje. Tamam ke zgjedhje. Ke zgjedhje, ke zgjedhje rob, mund zgjedhësh nga këtë do, ka rob vërdall, burr, çe këti sot nimi ne, nëse pasens do jenë gjithmonë do ketë rob tjetër. Pse këtë pjesën tjetër shkon, mblidhesh, ja 10 italian, po si më burrin të 10 me njëri tjetrin. Të 10 me njëri tjetrin. Do të thënë ti vjen Erasmus, unë s'po them shkëputu më, por nuk po them shumë mirë që e vlerëso robin tatë kështu. Po integro pak më burr. Shkova unë duke fol italisht me to. O, ç'ne dike italisht ti e kështu. E i thash njënës atje, po. Po si i thash asaj franceze, se po që i bon ato humorin. Po pse më s'ke taku na herë i thash italian më përpara, ha? Ktu po i gje. Po që ta më. Liçan të trashë se kuptojnë kur ja thua. Jo, humorin se kuptoj fare. Varilisht. Po se tani qa sensi ka, ne na vetë shqiptare dhe o e kena ne këtë ndjesinë e lidhjes me një tjetër, ama ne kena qenë të bë barbecue për qefin ton, mund kena pa i rob që ka kalu dhe mund këtë nejt aty afër, hajde, i kena ofru ushqim, kena ndru gjuhë komplet, s'folim më shqip, anglisht gjithë me njëri tjetrin, tu mundu me bo pjesë kështu, nuk e kemi ne, shkoj unë, as po tepër të shkoj Erasmus, e qa sensi ka, po mos shko fare më. Francezët grup me francezët, spanjollët me spanjollë, italian me italian, qa më bë këtu, garë? Kush është më fucked up se njëri tjetri, se Ma jo është, në thelba jo është, në thelba jo është. Kush pi më shumë, kush dehet më shumë, kush shtrihet në park, në orën 3 drekës tu ushtri, në përparqe. Si nuk. Se kom pi edhe jo, po shive koncepti. Shokët e mi atje prisnin që kur unë të vija këtu, t'isha tap çdo ditë. Dhe unë nuk jam. Po ndihem keq. So boring. Do me thënë, interesting është që të shkosh dhe t'jesh tap çdo ditë. Ku ka gjë më të mërzitshme se kjo? Do me thënë, ti për të qenë interesante dhe për të kaluar mirë, koncepti i shoqërisë tare është t'jesh tap çdo ditë. Po s'kan karaktere më, po ja thash. Ti çfarë niveli janë? Nuk vjen keq për ty që duhet alkooli me qenë interesant. Unë mund të flas me çdo lloj njeriu, nga çdo lloj vërime e këtij planeti, domethënë në çdo kohë. O zemra, ne njerëzit që janë tap çdo ditë ne i gjykojmë në Shqipëri më.
Edhe shumë i bëjnë që. Ne janë tabel qitje, burrat që ulen nga mjesi deri në darkë, me pi, zgjejnë dot gruan në Shqipëri. Se në momentin që familja gruas do pyesi për atë, i llaf po t'i thon babës gruas ose gruas vet, është pianet, i vuni kryqin. Këta janë, është pianet. Që ka interesant. Është interesant. Kalo ka mirë. Janë boshë, shiko ka një mungesë karakteri shumë të madh, kanë atë anxiety, social anxiety që gjithkohës, le që nuk kanë aftësi sociale njëre para fare, nuk din bojnë dy llafe ata që po dashnë tani, nuk din të shkëmbejnë asnjë gjë. Vjen atje ai tani, kjo tani kush di sa indian janë në Britani tash, domethënë vjen takojnë një indian, nuk din me bë muhabeti, nuk din ndonjë gjë me kulturën që është minoriteti më i madh në Britani dhe ti nuk di asgjë për atyre, po ti morte që sta, po ti pas ke qenë idiotë nga fillimi i sta, se ti e ke te dera e shtëpisë. Ajo kishte shoqën e ngushtë shqiptare më po. Edhe na tha pas një muaji. Edhe nuk dita asnjë gjë për Shqipërinë. Misa ajo është një çik faja e saj, shoqë, domethënë që nuk e ka shprehur, se edhe ajo nuk ishte ndonjë gjë. Dakor, absolutisht, po edhe ti vetë Oblion, edhe ti vetë burr. E pra e po ta kesh një ndjen kurioziteti. Një ndjen kur takon një person, po të takojmë në një person, për shembull këtu ne pothuajse gjithë nacionalitetet i kemi taku, pothuajse. Po të vijë një person nga një nacionalitet që s'e kena as ndonjëherë. Pa gjysmore muhabet nuk çohet ai. Duhet pyesësh. Diskutohet. Ora me kë, ora edhe pyetje jo banale, po edhe pyetje troçore kë keni i noti. Sa me votën në comfort zone. Me kë shkoni keq? Me kë keni ju? Po sepse shumë nga Kolumbian për shembull do thonë me kilin. Qa ka Kolumbia me kilin, pap do e shohësh vetë, do kuptosh, do dish i gjë më shumë. Nesër pas nesër di se e formulon argumentin pra. I gjo. Me na ardhe një person tani nga ku di unë, nga Republika Dominikane, unë s'kam taku ndonjëherë deri më sot, do pyes. Se është i gjë ekzotike për mua, është i gjë ndryshe, nuk mund ta anashkaloj, domethënë ajo ka taku një shqiptare atje dhe nuk është interesu fare për kulturën e Shqipërisë. Po sepse nuk është kjo interesante, interesante është kush për cilë ato idetet e social medias më shumë. Domethënë kush është më shumë woke, kush është më shumë për të drejtat e tyre, kush është më shumë për drejtat e tyre. Ajo është masa që masa ato. Po është kjo pjesa tjetër që kam thënë ti plako që në fakt ne kemi gabim që nuk është gjë e keqe, po e kemi gabim. Ose ne mendojmë gjithkohë se çdo njeri mendon si ne, që është aq i kurioz, domethënë aq i jetur për të ditur, aq i jetur për të ecur përpara, për të krijuar diçka. Nuk janë valla kështu. Jo. Nuk janë, po kjo domethënë këtë është shumë e theksuar, por kjo është edhe në Shqipëri kështu. Nuk është niveli i kapacitetit, jo inteligjencë, s'ka shumë të bëjë inteligjencë, se më shumë te kapaciteti intelektual, domethënë sa do të jesh përpara. Nuk jam as gjithë kështu. Shumica e njerëzve plako kanë një gjë që mua më duket shumë negative, por kjo është mendimi im personal, domethënë që kënaqen me pak. Bravo, po. Kënaqen me pak, edhe kjo po ta shikosh në bërtham, ne e vuajmë në krah, domethënë se jemi shqiptarë, domethënë nuk kemi as nivel ekonomik dhe kjo na vret neve më shumë se sa i vret një anglisë. Kapin atë zonën e reatis. Si me gjej punë ti 8-4 për shembull dhe aq. Mbyll punën, shko flet gjuhën kështu. Dhe që njeriu duhet duhet se është puna. Ora unë kur fillova podcastin më thonë po ti puno për të punuar ke punë aty, shkollën e ke, vetë edhe bë punon ku punon në stadium, atëre me dy punë kështu pse nuk e merr kohën për të qetësuar po bë podcast. Jo, pra më qetëson o zotëri unë kam ide që i diskutoj me ty, diskutoj me një tjetër me një tjetër, sa të zgjidhesh me gista në 2-3 persona. Absolutisht. Që son diçka jam i bindur që kjo që mendoj unë është saktë, domethënë normalisht nuk ka gjë më fundamentale humaniste se ta përcjellësh atë. Normal, po diskutohet. Edhe po ti je gabim, do ta thoshë ku mund të ta marrësh vesh. Ja e zëm marrim një shembull, ne kemi një ide në të dy. Të dy e kemi gabim, po të dy themi okay, ti ke një rregull, ti je në rregull. Po si atë njëri tjetër ti, ku mund të ta marrësh? Ti jetosh gjithë jetën mbrapsht. Po pra. Ti jetosh gjithë jetën me idenë që jem rregull. S'po e thuj tem, po jem rregull me atë. Këto politika që kishin ata, domethënë që në për firma kështu, domethënë për biznese të gjitha nuk lejohet të flishesh për politikë dhe për çështje sociale. Edhe e thashun syze në rastin. Po sikur të kesh për shembull një nazist në punë. Juve asnjëherë nuk flisin për politikë, asnjëherë kështu. Edhe ai tipi mendon që kjo që mendoj unë është gjëja më e mirë, domethënë sepse ai nuk ka pasur asnjë kritik gjithë kohës. Po. Mas 10 vjetësh ai merr armën, ikën fret 10 musliman, se ashtu jam rregull. Ikën 10 shifru. Edhe pse i them urove valla, edhe ja gjej rastin as i them kështu. Nëse ke kritik, nëse të pëlqen diçka në podcast, se ke një gjë.
Thuani o plak, dhe mundësisht Është më e bukur biles. edhe mundësisht se unë nevojë atë të podcastit plak Europë kur i pëlqen diçka për shembull ose nuk i pëlqen diçka, e shkruajnë në DM. E kupton, e shkruajnë në direct message. Që okay, shumë faleminderit se është feedback, është gjithsesi domethënë. Po është më mirë ta shkruash edhe në koment, sepse mund të jetë një person tjetër që mendon si ty. Edhe nëse aty komenti që ti bë, domethënë i vjen 2 like, 3 like, mendoj që po blona dalë da. Nëse nuk ka mundësi tani që të jenë 20 veta budallënje ti je tisak. Diçka ka këtu, ose kërkoje, lexojnë që më shumë. Absolutisht. Nëse mendon që je akoma në të rregull. Kërkoje prapë dhe shikoje si mund ta përcjellësh në një mënyrë që ke akoma më të rregull, ama nuk lihet ashtu. E kupton? Ora, fiks pa fiks. Nuk është ideja për të ndryshuar ty se ti ndoshta mendimin nuk e ndryshon kurrë. Është ideja që ty të detyron ta justifikosh më burr, si mendim. Ti gjesh një arsye, ti gjesh një gjë, mos ta kesh mendimin shablon, mos ta shpreh kur thu ty, e ke nazistin tim punë, jo më vëlla, ty nuk lejohet me fol për politikë. Ai me vetën do jetë në rregull. Për herë. Ai me vetën ai është princ të plak. Derisa të shpërthej ai. Derisa të shpërthej se do ja plasë ai i dita. Mos me marr armën me ik, me bën ai budallik, do shpërthej në një mënyrë tjetër. Pse? Sa ti nuk i doli një koleg pune që mund të rrit pi birra me ata në rregull e ti bëj gjitha dhe ti thotë o vllai, hajde herë diskutojmë ne për këto parime. Çfarë parime ke ti kështu? Pse i ke këto parime? Kështu do të implementojmë të puna ime këtë, po shqyr zotit që vetëm ajo shefja është kështu nga këto uop, domethënë kurse ai shefi është dora jon. Domethënë edhe po bënin ca muhabete ne kështu se unë ja lejoj gjithmonë të i them diçka vet për mua, kupton që të futen në comfort zone ata që pastaj mund të hapim gjithë. Edhe si ra muhabeti po bënim muhabet do të hanin drejt, ta nuk do të vinin te ky turku këtu, do të vinin te turku tjetër. Edhe unë i thashë çka keni ndonjë gjë kundër turqit që ju. Jo, tha kjo gruaja direkte, nuk kemi gjë, nuk flasim për këto gjëra në punë. Okej, tha, mund të them diçka unë tash. Thuaj që janë legende tash. Janë më buzira se unë njohësh, edhe nëse ju keni diçka kundër te, ju jeni racist sepse ata na kanë bërë genocid ne. Ngelen në moment. Jo, edhe ai pasaj e kuptoi ai, po ai është zonë. Këtë kisha në mendje u thaj, po s'më lë kjo mua. Edhe një ta gjë, domethënë kur filloi lufta. Filloi lufta 3 ditë më vonë kishim një kështu nëse na vinte puna që na bën një masazh një muaj. Vjen njëri që bën masazh çdo punëtor. Edhe ai është rus. Vije ky atje tek ajo salla që kemi ne atje, domethënë që do ishte mirë nëse nuk do i bini shumë qaf aty për pjesën e luftës sepse mbase ngarkohet nëse i bën pyetje 8 vjet arresht, domethënë do të përsërisë gjërat. Unë zona sa fare tash po si bëni. Mua sa më bën ajo lidhja që do krijoj me ato gjëra të asaj periudhës, domethënë muhabeti ajo sarkazma, ato shakat që do shkëmbesh me një tjetrin, domethënë nuk më bën më do jepsha më masazh, kupton? Asa po ti je gjithmonë kështu apo them të tjerën pasi do unë ti. E mirë tash nuk ska gjë. Mos bëni asnjë nga juve me lini mua ti bëj unë gjithë. Valla gjithë pyet në atë, edhe nuk e di ta kam thënë apo jo. Muhabet me ato vlla vaj, e kisha gjithë morë takim atë datë një orë. Ka futur për çavim ai nokun në fund mua plako. Ishte bisedë shumë e kënaqshme tha. Që unë çfarë nuk e thasha ti filozofin e kupton e bëra të vdekur fare. Por në një mënyrë të tillë plako që e respektohet atë si. Absolutisht. Sepse ai derisa është rusi, to Gjermani një arsye ka. Dhe ja hedh topin atë lloj spondi domethënë që e kuptoi. Ideja është thjesht mos të ketë censurime pra. Mos fol këtë, mos fol atë, mos fol këtë. Po çka ka një folim më. Ore si të kupton asnjë gjë plako se. Mbas se ti ngëllon pa keq kjo, po nuk kemi punëtor krau plako, se kjo është ndryshimi i madh. Shiko, kur je punëtor krau plako, është tingëllon keq, po është drejt ashtu që normalisht nuk do flasësh shumë. Se ke për të bërë diçka, e kupton? Nëse ke një pjesë pune për shembull, nëse duke pastruar për themun atë pjesën e armaturave, që është gjë që është në njësoj në çdo vend domethënë, okay, mund të bësh në ndër muhabet. Kur je duke bërë gjëra të tjera janë precize në centimetra. Duhet të nuk bën dot muhabet tjetër. Po tash ti kur i ke që i thonë gjermanët kopfa ata që punëtor kokë, që quhemi ne, domethënë që punojmë me kokën. O zotri, unë performancën e një dite, unë e bëj brenda 3 orëve. Kupton? Orët e tjera unë do thjesht do bëj jam bonding. Unë do lidhem me skuadrën time, do kuptoj ç'a karakteri kanë ata. Bisedat që duhet bëj, duhet të jenë biseda me i far kuptimi, se në momentin që ti vën censur, mos fol për politik, mos fol për histori, mos fol për kështu, ç'a bisedash do bësh? Do bësh ta tripa pastaj ç'a veti, ç'a vjen, unë ç'a lekë provuar. Si është koha sot? Mund pëlqej koha kështu, këto budalliqe.
Jo, por ne jemi me fat, unë dyja firmat që i kam pasur goxha konservative kështu domethënë. Kjo është shumë e hapur tash domethënë, po prapë ka këto pjesën e lirisë së fjalës e ka shumë. Kurse tjetra që kisha përpara kishte edhe lirinë e fjalës, po ishin konservativ, kështu nuk i plasë trapi vëlla, po thënë isha kam shumë që nuk i plasë trapi njeriu, e kupton? Se nuk i interesonte më vëlla. Nëse nuk ankohej njeri, nuk kishte gjë e keqe, atë që është shumë e mirë, e kupton? Se ama edhe ti, si shaka bërës, nëse e edha të batutën që do ta edhësh, nëse nuk e ul dot mirë, landing, që i thonë, nëse nuk di ta hedhësh akan domethënë, normalisht do duket keq. E kupton? Është faji jote, pse Po është diskutohet. Duhet ta masësh topin, gjithmonë. Tjetër rafinume, pra. Po, pra. Ti gjesh normalisht diskutohet. Një arkitekti që vjen të punojë te ne domethënë, se ta janë idiota plak. Kupton, ta e djegin veten me gjëra budalliqe. Vjetë bëte intervistë kjo thoshte gjitha kështu, eksperiencë nuk ka, me gjitha kishte zero gjë për t'i ofruar firmës. Por unë nuk mund të filloj punën nëse nuk jemi ambientalista, nëse nuk i respektojnë detyrat e grafit, nëse nuk respektojnë to pronouns, se kupton që ka të tjerët. Ai Andreas mund të pish cigaretë, po ti spiç cigaretë, se spiç cigaretë. Jo sa pi ti sa po se thjesht do të flasësh çka thasi jam mbushur deri këtu. Çu shumë a bëri. Fajni që ti thash që e bën atje që do të jesh divers, nëse ke. Çe janë këto valla. Pa hy puna, literally një piece of shit, domethënë. Pa hy akoma në punë. Po, pra, po, me intervistën e parë, plak. I thua kush je ti, po kush je ti me ner tavolinë. Vetëm ideja që ti po më mu kushte para se të të marrë unë ty në punë. Ti je kompani private me se s'punon po nuk po punon në shtet, je në kompani. Të ishte në shtet, po. Shteti ja ul kokën ti. Je kompani private, o zotri. Unë jam duke për të bërë leku, unë do respektoj zoj drejtë e ti. Nëse ti nuk do bëjmë shako ishte femër. Po çka ka menuar? Ajo, çka ka menuar? Ore jo, ndoshta në Instagram. Bravo, ka menuar do gjaj më interesante. Normalisht apo. Do të më shumë diversitet. Bravo, do thon wow, shive ça koncepte shpasa. Nuk që ajo është ishi budallik me brirë. Me atë bosën të dytë, me atë të dytë, me shefin e dytë që kam gjatë problemi kisha, se mendoja se ajo që nuk sa ajo nuk është se është walk fare, domethënë si punë këtyre që bëre me diversitet, po ka një çik qefshu duket kështu. Edhe po për postin që kishin bërë që donte këta është nxjerrë që për diversitet, atë do të një post atë te Instagrami që ka puna. Edhe i thashun, shiko, ne kemi dy mënyra si ta bëjmë, domethënë se kam marrë vetë pjesën e marketingut bashkë me atë shokun tim gjerman. Ka dy mënyra. Nëse ne duam të mbledhim, domethënë të mbledhim çdo lloj garbit që ka Instagrami, domethënë do e bëjmë kështu, jemi divers, kemi femra, kemi kështu gjitha. Që do të bëjmë real, do i themi që zonja në fjalë e ka marrë pozicionin që e ka marrë se është pisome me ner tavolinë tash i plak. Nuk e ka marrë as se është femër, as se ka vaginë mes këmbëve, kupton? E ka marrë se është gatshme për punë. Jep diçka më po. E kupton? Edhe kjo tash i futi të dyja. Edhe duke i futur të dyja këto temat i përziu bashkë, domethënë kontradiktonin njëra tjetrën. Se në një herë thoshte që nuk ka rëndësi se çfarë je, mund të jesh dhe dele, po e bëre punën do të marrin punë. Pastaj thoshte po jo women power, girl power, e kuptonin gjithë tash. Dhe që doli teksti një faqe, domethënë që kush trapin do lexoj tekstin një faqe në Instagram apo në LinkedIn, e kupton të gjitha. Ç'a bëni pastaj pa i shifja ti e papin ta shkurtuar gjysmë direkt atë. Ne jemi tri, unë nuk kuptoj që ti je në moshën e mamën time, domethënë edhe sa di ti, unë nuk di dot, po nuk vajta atë moshë, kupton? Se është gjitha eksperjenca. Kur unë po të them diçka që unë literally e di se çfarë bëj, domethënë, sidomos kur vjen pjesa e social media që e di se si çan trendi, çfarë funksionojnë, domethënë. Dëgjoj fjalën kur i them. So. Kur edhe vetë e di që nuk e ke marrë atë pozicion se ke qenë femër. E ke marrë atë pozicion se vërtet ishte edhe është vërtet person më i afër. Edhe unë dua të arrij atë kapacitet që ka ajo plako. Është person që unë look up to, do si thonë që kam. Jo më zemra jo kjo pjesa me marr në punë vetëm se është femra, vetëm se është araba, vetëm se është izia, ku dëgjon këto budalliqe, këto janë budalliqe burr. Këto janë boja çor punë. Ke nuk vetë tash në shtet këtu plak, është me kuota. Në qeverinë e Berlinit është me kuota, 10% duhet të jenë. Po shteti më përsërish, o plako, ne themi shteti nga që shteti i respekton rregullat, në shtet mund ta bësh. Fundamentalisht është më keq në shtet të plako, se ai do të shërbej ty më plako. O zomra, po nëse ai është ku dëgjon ministri i transportit, po ai edhe me fundërinë atë jetë buridheut, na i nëse e bën transportin mirë, që më hap trapi mua burse ç'a bën ai. O shteti duhet të ketë, është më keq burse ti duhet të kesh ajkën e shoqërisë, duhet të jetë që të mbaron punën me më pak lek, me të jetë më shumë eficient, të jetë me cilësi më të lartë. Atë do. Privati ka dhe mundësinë që për të plotësuar kuotat, privati i fut lek ka,
Për të njëjtën punë merr një që di me bë punën, fut dhe një për kuotat që e di që do rri kot. E bë privati. Me Normalisht. plotsu kuotat, ke parasysh krijoj grup atje, për këtë punë duhen 3 veta, i merr 3 sagloma që din bëjnë punën, fut dhe 3 që të plotësoj kuotat, ata 3 do rrin, ata 3 do punojnë. E bë, ndërsa në shtet s'ke ç'a boti. Racizëm se sa kjo. Pla. Jo, kjo është e keqe fare. Kjo është kulmi i racizmit të plot. Se unë e kuptoj kështu, nëse do të më thonë më do të marr ty në punë se jam shqiptar, mua kjo më thotë që okay, ti je i paaft për punën që do të bëj, po do të marr ty vetëm se ti je shqiptar dhe ti që kur e nis punën, e nis me handicap. Me disavantazh, edhe ndihesh. Do vesh si Se problemi e është, legenit. bravo, dhe problemi është si ndihet robi me vetë në vetë. Ti shkon në një work environment, je 6 veta, 3 janë marrë se kanë kalu 5 intervista, me intervistë, me test, me me CV, me gjitha, 3 tjerë janë marrë po. Si të ndiheshi? Si të sop muti. Po zakonisht plako ta persona që shtyjnë për të politika ndihen shumë mirë aty. You need a little bit diversity, you need to know. E ti qa dërgova këto në ofertën e punës? Tani se po. Më shtojnë detyrat në ambasadë. Si do të marrë njerëz të tjerë në punë tash për atë që thash bonusit të dërgova në këtë grupin këtu të Vitoriales. Dhe i dërgova ato dhe tha German language is a must. Se normalisht is a fucking must. Plako do flas gjithë flasin gjermanisht. Gjermani, që? That's racist. Ama mos u tall. Po për zotin lart më plak, po kjo ka ndodhur edhe një herë përpara kur ka bërë një jetë një orë punë. Tash o zotri. Ti po punon në industrinë e ndërtimit, që është industria më konservative në çdo lloj shteti të mundshëm. Nuk kam parë ndonjëri të vej punoj ndërtim në Itali apo në Francë apo në Angli e të flasi shqip, bullgarisht apo ku dëgjon. Tani, të lutem shumë, duhet të ndryshoj unë tash një industri me 25 milion punonjës vetëm sepse ti nuk di. Jo, jo. Ti shtrëngoj bythën mirë edhe mësoj atë gjuhën. Ose mos kërko punë që duhet që është mast. Gjermanisht e gjej punë që s'është. Tashin e tjerë që mëson buallë, jemi ne. Po nuk e ku, unë vret koncepti që ne në Shqipëri në këtë gjë nuk na shkon menja me menu që është racist, ëh? Kur kërko për vend e punë, por në ti Shqipëri mësoj italisht, po mëson shko koncentre të gjitha. Po ti kur shef për vend e punë dhe shef në vend punës duhet kinez që më. Ti nuk shkon menja me diskutu. Wow, this is racist. Jo më shok. Ti thua okay, kjo që ka punë që do merret me kinez valla, e do puna më shok. Nesër hapi kompani timen që do kem të bëj vetëm me ku dëgjon vetëm me turista rus. Te puna do vej du gjuhën ruse. Pik marroj. Çfarë ka lidhje kjo me racizmin? Çfarë është më e bukur? Se ai thonë është racist, nuk është asnjë, as shqiptar, as serb, as bullgar, as arab, as i zi, as lela, as i verdh. Të gjitha që thonë është racist është në një spanjoll, në një francez, në një kokra ignoranti që vetëm di gjuhën e tij, edhe anglishten më, çu që ke përjetuar ti dhe unë bashkë, që nuk i kupton dot. Do ta thonë të njëjtën fjalë 3 herë. Merr fare, racist. Dërgoi njëri mua direkt për shkak një arab, nuk e di nga ishte ai. Si zotri e ka dërguar ata. Dear Mr. Bleon, do atje, kjo kështu të gjitha. Kam nivel shumë elementar tha gjermanisht, se kam A2, po punoj fort, edhe mendoj se brenda 2 muajve do ja arri aftësisë domethënë që të komunikoj, por jam i gati të filloj edhe një punën me më pak lek, deri në momentin që unë jam i aftë të komunikoj me ata. Qa do molla? Jam robi që ditë negocioj, ditë ta shikoj jetën e tij në të ardhmen. Absolutisht. Ai atë e merr si shtys për t'ju fut më fort gjermanistët. Ta shikoj CV-n e atij plako. Njeriu që do t'i në Dubai, në të tjera domethënë atij ishte spektakolar. Njeriu që do të investoj te vetja dhe njeriu që do të zhvillohet. Atë e shef si shtys për t'ju fut më shumë. Një kokra tembelit, kokra ignorantit, thot kjo është raciste. I bi shkurt, ajo është me i ra shkurt. Janë edhe ignorantë. Kjo është hipokrizi me i ra shkurt, domethënë ti është si më thon si këto më burr që i thon ore zebra kurse kapi rusin. Bravo, pse nuk të eci aty i thon shtëpis, ishin racista atje. Në çuti atje mu investut për mu nuk më eci, ishin racista. I bi shkurt. Ajo është me i ra shkurt, a kupton? Justifikimi më kot me i ra shkurt që ne nuk do e thonim edhe sikur ti ishin, ëh? Edhe sikur ti ishin, më në racista në ndaj far gjoje, te shkolla që ne këtu me thon drejtën nuk e kemi as. Nuk e kemi as marrëdhënie pune, marrëdhënie shkolle. Do të mund ta kemi as në autobus,
nga ndaj plak, mund ta kesh hasur në një market, në një plaka, budalli. Ora mund edhe deri diku mund ta kesh hasur edhe në shkollë, nga mënyra se si mund të ketë reagu, po në fund nuk e ke has tek dhënia notës, te dhënia punës, nuk e ke has. Jo. Po nuk e ke has racizmi. Është si tu shtis tecin, s'ta hecin, ne? Ishin racista. Bjerë shkurt, Po po janë shumë tabur. Ore nuk kanë dhe perspektivë atë. Kjo punë bëjnë, e ke parasysh që bëjnë weiterbildung, si thon weiterbildung, që të kualifikon punën. Kualifikimi më tej. Që investon të punëtori vet. Po. Edhe po më thoshin tash mua se ta janë idiota plako. Kishin për të zgjedhur atje, ishin disa gjëra që të shërbejnë në punë, si drejta ndërtimi, drejta publike, private, këto shtesat nga mbrapa të zgjedhur. Domethënë që i mora i bona u nxitën ato. Shkojnë të tjerë ta si të punosh në një mënyrë të shëndetshme, si të menaxhosh kohën e punës, po çfarë të bëjmë idiot. Si zgjohesh në orën 8 dhe mos ndihesh i lodh. Seriozisht. Pas 4 orëve punë. Po për zotin lart, më thash, kur thashëm ti çfarë të bësh weiterbildung apo mbarosh shkollën, domethënë se janë këto kualifikimet që janë më shumë lekë, kushton nga 900 euro një seminar, por unë më thash direkt vëllai, komunikacion e drejtë ndërtimit domethënë në juridik. Po. Edhe italisht tashun. Edhe italisht, duhet të italisht me format teknik, jo kështu italisht normale, e kupton? Po italisht për çdo ditë. Si dihet asnjëherë, thaj. Okej. Pyeta të tjerët, si të mbrojmë mjedisin, si të respektojmë të tjerët në vendin e punës, ose çaj. Po nëse ti të duhet një seminar që të mësosh se si të respektosh njerëzin, ti je garbage fucking human being, kupton? Nëse ty të duhet një lloj doktrine, të duhet një dikush të thojë si ti je njeri i mirë, fix. Je i marrur. Fix shembulli që e përkufizon më së miri këtë podcast. Ja kjo. Ty të jepet mundësia që të marrësh një lloj fertifun, një lloj thellimi në një gjë caktuar pa lek, ta pagu punën. Do të kushtoj 3 rroga apo do të. Bravo, dhe ty do të hym punë në të ardhmen, për një njerëz me perspektivë, për shembull, pa të buxhetin ty, po siç e tregu ti në këtë rast, nuk po marr jeti me perspektivë ajo, i që në këtë rast një tregu me perspektivë se ke thonë, e drejta nga ana juridike do m'duhet. Do m'duhet se po ne në Gjermani e drejta nga ana juridike do duhet si dreqi, se ai është problemi më i madh këtu, ato burokracit me ligjet, me budalliqet. Po italishtja, po nuk i dihet edhe se nesër pas nesër mund të shkoj në Itali. Ora po tregu po zerohet atë bursa italian ke parti nga këtë vite dhe sa ishin para 3 vite. Bravo, mund të m'duhet. Op, su i bëj këto. Ai ignoranti atje thotë unë të bëj si të sillen me njerëzit në vendin e punës. Domethënë nuk e di alla, shumë jashtë thjesht i bëjnë ata nuk duan të bëjnë asnjë gjë fare, thjesht i zgjedhin për të kështu. Në italisht që duket, e di për çfarë ka përdorur italisht në projektin e fundit që kishon, tek ato 3 godina të mëdha. Rumuna plot. Ishin rumun. Ai formeni, ai bosi atyre siste, si ishte me pushime. Ai gjermanisht nuk dinte, anglisht nuk dinte, rumun nuk di alla. Jo. Do të gjesh një italisht unë. Qëlloj koincidenca, do të thënë që s'ta merrte me një fare. Po mirë, po ti më e fisme është, thosh nuk du fare. S'duar valla, weiterbildung. Si jam i trashë burr, nuk du. Po se sa të thush më du weiterbildung se si të sillen me njerëzit e punës. Është një gjë me social media plako, is the fear of missing out. E kupton? Duan të jenë pjesë e movement. Nuk tregojnë që ja, dhe unë jam pjesë të ardhmes, edhe unë po e bëj një thellim. A është më e fisme, më e fisme, e më me bole, e më tamam është një person që thotë ça, weiterbildung s'du. S'du valla. S'du të bëj asnjë weiterbildung, për mua është ignorant, por që në atë të vetën ai të paktën nuk shtiret. Është më sinqerte po. Ora mos harxo lekë me budalliqe që s'do e përdorësh asnjëherë. Bravo, nuk shtiret, ai thotë nuk i du. Ky tjetri tani thotë du të bëj un weiterbildung. Që dugam dhe unë tani kjo mos të mbas gjë, fear of missing out, po du ta bëj për se si të sillen vend punë. Kjo është çesharake më. Kjo është vërtet çesharake. Që u bezdisa shumë. Ti e man mend që unë te projekti parë fare kompjuter kam pas një aksident aty që jam. Shtopën këmbën komplet. Po. Tash unë nuk e kisha të plot atë. Unë kisha kursin ndihmës së shpejtë, po e kisha kursin ndihmës së shpejtë vetëm për është një kategori tjetër, nuk e kisha te kategorinë e parë. Ligji gjerman mua nuk më lejon ta prek atë. Po sepse nuk e kam kualifikimin. Ka shtet. Nuk bën dot të thuaj hajde me çikuj edhe i vjen çikrak të. Mund ta bësh më keq. Kjo. Tani te punashin dashin, ta i ofrojnë një herë në muaj. 8 orë është. Kupton? 8 orë seminari në Tiranë për ata që s'e dinë. Dhe thën tjetër.
Ishte shumë boring. Ishte shumë boring, unë po haja, nuk e di po bëja ca gjëra të tjera, po gjithsesi është mirë se përderisa paguhet, e kupton, është okay, mund ta bëjmë edhe më shpesh. Unë nuk është se do të dëgjoj ndonjëherë tjetër. Edhe unë aty u preka plako, më ngritën pak nervat, aty e thash. O zotëri, mua më ka ndodhur kështu. Edhe mua akoma ndonjëherë më veten mendja në natë, më vjen shumë i natë në veten time që nuk e kisha. Se buva këtë do kishte ndryshuar diçka me atë ropi. Ai shoqëri zotit nuk dhiq. Domethënë, po që ai do të bëhet, po do të ndodhi nëse pas nesër. Ja isha atje ja thek kështu që hongra patatina nuk e gjova. Sa janë nuk e di. Janë ignorantë, po imagjino tani shiko. Kur je Bauleiter ose kur je, domethënë, inxhinieri, jo i terreni që është në Shqipëri me zbatim, po ai kontrollori, domethënë përgjigjshëm që shikon mbarvajtjen e gjithë punës. Për disa veta do jesh idhull, për shumë pak veta do jesh idhull, për të tjerët ti ai bosi, domethënë gjithë rin drejt kur kalon ti. Tani, në qoftë se ti nuk ri dot drejt në 1 milion që kërkohet asistenca jote, në qoftë se ti nuk je i aftë ta kryesh atë detyrë, çfarë mund të bëj? Çfarë kot? Çao frontier plak. Ne themi për këta si hyn puna s'drejt këtu. Shkurt muhabeti. Ta nuk i hyn puna s'drejt. Domethënë unë jam shumë i sigurt ti të kishe mundësi të puna ku je ti, të punsoje ti njerëz, hiq pjesën e procedurave, ti do merje 100 herë shqiptar, kosovar, shqiptar që vinë si azilanta, do i merje se të kryjnë punën në fund. O da ku e di të parë fare bëj këto e ta bëjnë. Bravo, nuk do merje fare këto që janë pem pa kokra. Fiks pem pa kokra, caraca, kot bosh, tu minkon me budalliqe, tu minkon me duhet sillemi kështu, duhet ta shuan ne dhe në fund fare produktiviteti zero. Me problemin e parë, se kanë dhe këta. Me problemin e parë që ju del, mytën me i pik ujë, themi. Po plaku ka dhe një, se nuk ka dhe kulturë pune, kurse ne kena bo më bet bashkarisht në më private, për mbase është mire dhe të ndaj me njerëz të tjerë me aq veta sa mund të dëgjojnë. Unë kur fillova në punë atëherë, nëse dilte diçka që dilte ku dëgjon, vite betoni plak. Duhen kontrolluar letrat e materialit, nuk është në Shqipëri merre, do të kontrollosh dha. Atë ka ardha i beton që porosite? Është një njëta konsistencë, është një njëta fortësi, është një njëta kozjati që për shkak të dhe kontrollosh. Tash ja çifsha i vet. Kur ti je duke punuar me 2-15 vjeçar, që janë mosha e babait tim. Nuk do të çojnë ata nga buka më, ti do të çohesh nga buka, do vesh të shupot. Absolutisht. A bën te i spanjolli më gjithë atëre ti ke pushimin tash, pse kështu leri të presin ata. Po si ma je kaq ignorant, po ai të pret, po nëse ai pret, po e kaloi gjysmëmorë që ai të priturit atij tipit poshtë, domethënë ai të dërgoj faturën ty për çdo gjysmëmorë do 500 euro firma. Se po pret. Ka gjë thot ai se i pagu fi, janë të papërgjegjshëm. Janë të papërgjegjshëm, nuk kanë vizion, nuk kanë asnjë. Unë ta kam thonë kur nisa unë punë fillim. Me kontratë e kisha 20 orë në javë. E di shumë mirë ti. Po nuk kam punu një javë 20 orë. As një javë në fillim. As një javë. 40 orë sipër. Normalisht natën do bësh vendi vetes. Po sigurisht më. Çuditej ajo. Unë kujtoja se ishte normale. Më shkrute mu shefja, që e vlerësoj shumë, fjalët më të mira ajo, normal që ajo, edhe biles, se këta të regon kujdeshëm këtu, absolutisht, jo, nuk mund punosh mbi orar, thoshtë ajo. Ore, i thosha unë, nuk do e shkruj dik në as i ven, a kupton? Ja bëja të qartu, nuk do e them, nuk do e deklaroj që punova mbi orar. Do e bëj se du ta bëj, du të t'nimoj, që këtë projekt që kemi marrë, qëllova unë që në nisjet projektit, qëllova këtu, du ta bëj. Asaj nuk i thosha unë du ta bëj të të binë sy mirë ty. Unë i thosha du ta bëj 1, ti marrë dorën punës, 2, të familiarizohen me procedurat e punës, se ju keni kohë këtu, unë du të punoj më shumë, 3, kam dëshirë për punu, kam energji për të punu. Asaj bote përshtypje dhe më linte mu pyetja, po mirë vlla, këto që nisim punë, nisën fillim ti punë, si studenta, si që jemi ne, 20 orë në javë. Or vllai dashur, si pretendon ti për shembull që të bish të dallosh nga të tjerët aty? Si pretendon ti që ti të bëjnë ven ata? Ata janë gjatë aty, kanë 2 vjet, 3 vjet, 4, 5. 15 vjet kisha. Po. E kanë bo venin e ty në ata. Ti si pretendon
Në qofse je Einstein, që me ato 4 orë ti të bësh, nuk ka aty, nuk ka në njeri që në ato... Në fillim është e pamundur. Bravo, në fillim është e pamundur që ti në ato 4 orë që bë, ti të kesh në një ide, se të le shumë vend për ide, aty është më shumë volum në fillim, Po. që të bish në sy. Që të bësh, automatikisht, është detyrim, është si me thonë, ke i zgjedhje me detyrim, qofse di do t'i bësh vend vetes, do punosh më shumë. Edhe s'do paguhesh. Është kulturë më vlla që e kena ne, normalisht. E do të është me si mua pra, ki bën vetes, ama asaj bobo vetes, vjen vet leku. No, absolutisht. S'ke nevojë më përpjek më. Ajo tu mu lut mu për të shty kontratën. Po pra. Se thoshte ajo ç'a marrun këta pe 20 orë në javë. Sa jo 20 orë në javë, po 20 orë në javë se është mund ta bësh home office. Ç'a bë futu good morning. Mjes, futja e gjumit signing off. Mas dita marroj orë. Hasta si Edhe pastaj thon, nuk jam shumë i sigurt nëse do ma zgjasin kontratën sepse kërkojnë shumë nga mua. Po. S'ka koncept. Nga ana, domethënë, nëse ti nuk jep dhe ne këtë kulturë kemi më burr. Këtë kulturë kemi dhe biles nuk na duket gjë se jena mësuar me historitë në Shqipëri që punojnë si të ri strapacohen, no shok. Strapacohen, nuk ka në Shqipëri është e shtun, si mira mu telefonit shefi. Qërë? Qi nonën ai? Shtunë e djelë në 12 natës. Zdo ti me ju përgjish telefonit, tonë të ish nga puna. Ku ka aty? Shiko, unë duhet të shtohet diçka tek e pjesa plako dhe shpresoj mos ta marr njëri për keq, nuk dua të bëjmë si moralistë gjitha, po fatkeqësisht unë kam vënë që edhe kjo lloj sjellje po shtohet në Shqipëri kohë të fundit. Me rob që nuk duan të bëjnë gjëra, do të kenë gjëra të thjeshta që vetëm presin, domethënë. Mbase nuk është shumica. Jo, është. Unë nuk jam më i mirë se asnjëri. Unë mendoj për veten time se jam një njerëz që nuk di dhe që jam mesatar, domethënë dhe gjithmonë gjithkohës përpiqen të jem më shumë se mesatar, se nuk më pëlqen të jem mesatar. Shokët e mi që unë jam rritur, që kam pasur janë të gjithë që kanë punuar nga punë kanë qenë nga 100.000 lekë në muaj, siç kam filluar unë, një rinko, me 130.000 lekë. Edhe sot e kësaj dite janë njëri është në bizneset e tjera, tjetri ka dalë jashtë, tjetri ka dalë jashtë, e kupton, kanë arritur diçka më shumë. Ama ka filluar nga diku. E kupton? Absolutisht. Kështu që nëse ka ndonjë njerëz që ngjok këtë, nëse jeni vetë në të njëjtën situatë, nëse keni ndonjë shok në një situatë, mundoni me i mush mendjen sa të fillojnë që kse. Bravo. Të thotë Bloni diçka që shumë pak veta e din. Unë kur kam filluar punë në parë në profesion, punën që kisha përpara kësaj, pagohesha 1.500 euro për 3 ditë javë dhe isha princ. Ama e lash vetëm për të filluar në profesion, unë kam dërguar 112 emaile. Edhe jam marrë në punë te i fundit që kam aplikuar. Që kam aplikuar kod vetëm se ma tha njëri. Edhe kam filluar në fillim, njëjtë si ty, punoja deri në fund, ri më shumë, ishin gjithë ata uria derisa ta kuptoja planin deri në fund, ta mbaroja deri në fund. Ama kaloi muaj i parë, muaj i dytë, muaj i tretë, pra filloi rritja rroge, prap një bonus, pak merri bonusin e krishtlindjeve, mora si punëtor normal që nuk lejohet me ligj sepse unë jam student. Bonusin e Covidit unë e mora si punëtor normal që nuk lejohet prap me ligj sepse asnjëri nga studentët e tjerë se mori, domethënë unë duhet të ta mbyllja gojen domethënë. Ama këto gjëra nuk zbresin si molla e motorit. Ti duhet të hedhësh diçka. Zemra, ideja është që jo vetëm këtu, po dhe në Shqipëri se ngjoj shpesh që jo për Shqipëri, miku, jo për që në fundit, sidomos në privat, ai që bë punën duhet, do të marrin punën ai. O leti, jo miku, jo gjë. Një njeri që ja bë punën, ja bë zmetin punës dhe i kry punën atij shefit, nuk ka nga të shkojë më, të do, ka probleme personale, ka, mund të ta nxjë jetën, po do të shtyj kontratën më, nuk i funksionon puna atij më. Derisa gjej diçka më të mirë që jemi konfort. Absolutisht, e eksperiencën e ke ndor vet. Ideja është që kërko. Kjo është ideja. Ideja është që në Shqipëri është një problem që është boj çik i madh që nuk ka këtu. Këtu duhet miku, duhet kështu dhe mos kërko. Më thash unë çam thoshte plakun. Morbo, a kam pa ndonjëherë këto shokët e tu? Ti e fut me naj faqe në internet, naj faqe ministrie se okay më në shtet punësojnë gjithë politikisht gjithë. Jo. Ka vene të caktuar që ka mungesë aplikantësh. Nuk aplikon. Nuk aplikon më valla. Po s'ka, po pse për
Për 400.000 lekë do shkoj unë. Si për 400.000 lekë? Po t'jes pa punë, do harxhosh lekë. Se çfarë do bësh gjithë ditën? Po dhe mund të dalësh mes, do pish i kafe, paketa cigarësh nga kafja, do shkosh te kafja tjetër, do t'iki 10.000 lekë ditë. Her 30 je minus 300. Ai 400.000 lekë si te rroga, llogaritë 700. Se ti pa punën, ti do harxhosh lekë. Ç'do të bësh më? Ç'do të bësh më se Prandaj do të them të mos o pse edhe kur vija unë më thënë jeni në Gjermani kështu po unë si e dita plak unë kam pastruar edhe banja këtu po Katerin kemi punuar në me vetë nga 14 orë punoj unë mbaj mend kur vija unë nga Olympia Stadium në stadiumin olimpik këtu unë vija në orën 3 të natës kisha 14 orë punë kur vija në shtëpi nuk më zinte gjumi se më zjenin këmbë literally më zjenin këmbë atë plak edhe me zi e prisja unë sa të vinë tunë tjetër për atij. Po pse te Basti atëherë kur shkoshim? A mamë? Një ta që Duro por te Basti bëj këtë bëj atë bëj, do i bëj. do i bëja. Ç'do të bësh? Sepse 0 lekë janë më pak se sa ai se do t'japi ai. Po do të them nuk është as 0 lekë, është minus. Është minus pra Nuk është as 0 lekë, kështu mendoje. Kur je pa punë është minus, nuk je në 0, je minus, se je nuk ke ç'a bë, nuk ke me çfarë mush ditën më burr. Nuk ke më burr me çfarë. Është kjo gjë se njerëzit që mosu për mendimin tim duhet ndihesh edhe paraqikuar, jo. S'ngopet ku, jo s'u kënaq, ja e ka këtë punë dhe bën të tjetrën kështu, do t'i marrin gjitha punët, nuk ngopet. Ajo është se tani të kalojmë bëhemi kështu në minor seksist, domethënë. Mashkulli atë ka. Unë kam atë shpenjë që thonë show me satisfied men and I will show you a fete. Po është vërtet apo plak? Po, kënaqe, po. Në momentin e parë që ti fillon të kënaqesh me veten që të tregosh siguri në mund, e marru. E marru plak. Po se pata energjinë 20 deri 35 vjeç, kur do kesh më? Kur do kesh më? Po se pata 20 mashkulli, po se pata 20 deri 35 që tjetë, se ai kali i palodh, që ku ta gjej? Po pra. Kur do e kesh? Kur do e kesh? Po do të bësh, do përfundosh si ky që thot 9 me 12 u lodha unë. Nuk mbëhet më se o zoti i madh duhet të çohem në orën 8 nesër. Edhe një gjë kështu si një mesazh tjetër që e kam me gjithë zemrën, domethënë që do ta përpara fundit, është edhe nëse keni ëndra. Shiko, se edhe unë kur punuar si kamarier, si bankier, ëndra ime nuk ka qenë asnjëherë ti jam as kamarier bankier. Jo. Por duhet ta hash shmut mjaftueshëm derisa sa të kaloj ajo, e kuptoj. Nëse je i zhytur në mut deri te koka, do të hash mjaftueshëm mut sa të pak të nxjerrësh kokën. E kupton? Që ta shikosh gjendjen si je. Edhe nëse ke ëndër ku dëgjon, o do të bëhesh këngëtar, do të bëhesh ku dëgjon balerinë, do të bëhesh gjë. Bëj diçka tjetër që kjo gjëja tjetër të mbajë gjallë dhe të suportoj derisa ta arrish deri tek ajo pjesa ku do të vesh ti. Është sakrificë që do e bëj gjithkusht. Diskutohet. Se vetja mënyrë. Nëse je në familje, tani nëse ke lek bëj çfarë do të trapi ty, këton ty mbart apo zoti, ai sa e ke, zoti ti shtoft si do të qoftë. Ne po flasim për stres normale, nuk po flasim për normale, nuk ka tur. Puna nuk është tur. Edhe nuk e kanë thonë kot pra. Është shpreha më e dur që e çdo kohë, nuk ka tur valla. S'ka vetëm mirë të bë. Vetëm mirë të bë. Se po për veten tënde në fillim. Ora në fund ditës edhe sikur nuk do të nimoj me ndonjë gjë shumë, në fund ditës ndihesh një far pike më shumë i dobishëm. Normalisht ke bodi. Me veten tate ndihesh po. I çik më në rregull se ç'mund të ishe po ti jesh kot. Kalon në makro, lëre këtë për veten tënde. Ora je parazit i shoqërisë, nuk fut asnjë gjë, nuk ekziston në GDP, plak, e kupton? Se ti çahesh për shembull, jo e dirama kështu, jo Sali Berisha kështu, po nëse ti nuk e merr mundimi për asnjë gjë për veten tënde, ti je parazit, ti je më keq se ata. Po je kot më. Parazit pra. Tamam parazit. Kupton, thjesht për merr. Nuk ekziston fare, as në sigurime shoqërore, as në taksa, as në rrogë, as kot. Edhe që s'u paguon taksa, patëm bëj një punë për të dëgjuar, pra si të një ndje, por vil një qershi. Bëj diçka thjesht sa të ndihmojë ty sa të vesh të këmbë të tokë. Edhe po patë lek se morëm rastin tjetër historia pastaj aty. Edhe po patë. Dërmerr më burr. E ke mundsinë dërmerr më burr, ke një ide biznesi. Tu ka shumë bryla, por provoje ti herë të ta fusim brylin, se mirë është më ta ndjesh. Ose provove një herë ku? Si? Ku? Të ta fusin një herë brylin. Le brylin si ka bryla këtu, nuk ecet këtu. Provoje.
Më vojë ta hash bryllin fytyrës, që kur të bosh atë tjetrën, ta kesh një shembull, ti mos e hongsh bryllin kur, me të parën, inshallah do zoti. Ore, jo. Po do e provosh. Duhet ta hash bryllin se larg qoftë në qoftë të ecën me të parën edhe mbas 10 vitesh të fut njëri bryllin, pastaj ngele si guak, si çfarë. Kështu që për përfundim, hani bryllin që të rini drejt më vonë. Po. Nuk është turp, puna nuk është turp. Në të lloj pune të jetë. I radhës do shohim pak atë. I radhës do të rikthehemi pak te politika, po pra, kemi lënë politikën çik pas dorë. Ton historik se ka qenë dje, ti s'e pe. Nuk do e shoh dhe unë domethënë do i shoh dhe ato që do jenë në vazhdim edhe do diskutojmë pak atë, sepse duam ne është elitë drejt për drejt me gjithë ato që folën drejt tash domethënë anashkaluar këtë pjesën e europianëve. Mirë pra, normalisht ju e dini që nëse podcasti ju pëlqen do të bëni subscribe, like, edhe komente të dërgoni një shoku. Mjaftoni vetëm një personi ta dërgoni, nëse ai personi ka 10 veta, i pëlqen njërit, ai që ti do të dërgoj dikujt do mendoj. Nëse mendoni që ne kemi me ide të mykura, ide gabimi, lutem komentoni sepse edhe ne deri në një farë pike nuk e bëjmë as për lek, as për fam, as për asnjë gjë, nuk më intereson fare kjo pjesa. Ideja është në pikë të parë ne thjesht duam të provojmë idetë tona. Bravo. Si mirëpriten se nuk kemi ne akoma aq lefti sa janë europianët. Ne akoma e kemi kulturën që ne e kemi të lejuar të bësh gabim. Gabimi është human. Edhe shbekimi më i madh fa të bësh gabim, se pak në diçka do bësh rën tjetër. Kështu që komente ku mendoni ka pika për të diskutuar nga çat gjut, pika që jeni dakord me fjalë që s'ju pëlqejnë. Pse jo? Ishte më interesante. Nuk diskutohet, sepse normalisht, jo se është për mua, se do thosha tash që podcasti është për mua. Podcasti është për mua, është për të gjithë ne që flasim gjithmonë këtu, po ideja është për gjithë secilin, sepse në këtë periudhë që jemi ne, domethënë për momentin është e vetmja mënyrë se ne mund të japim një input në shoqërinë tonë, domethënë edhe nuk është as me mendje madhësi, nuk është as me të keq se do thonë rob jo që u ik tante. Po kaq kena. Po ta thonë edhe këtë. Po pak një koment. Çana bë kod ky si kokë modhe. Po e di si funksionon Shqipëri. Po jo më vëlla. Po e komenti. Kur dali ky podcasti pra mos harroni se do e ditë e diel dhe mos harroni se ai optika është hapur që nga ora 11 dhe ju ftoj të vizitoni dyqanin. Adresën normalisht adresën e keni në description, Instagramit edhe siç u thash, ditët e para të hapjes është deri në 50% ulje, por me kodin Buçi Podcast keni edhe një 10% on top për të gjithë juve. Falmo. Edhe në qoftë se nuk ka rob që nuk e dëgjojnë podcastin, po e duan syze, thjesht ju që keni shokun ta dërgoni thjesht, edhe të përfitojnë. Se s'ka asgjë gjë të keqe. Absolutisht. Mirë pra. Miru dëgjofshi në episodin tjetër. Ja kalofshi shumë mirë dhe shumë suksese të mëtejshme në çfarë lloj gjëje që doni të bëni. Ciao. Ka dalë super podcast i për dorë, është shumë qiero.